Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin debatin Channel One. A është përgjuar nga Shish kryeministri Edi Rama, kryetari i Kuvendit Ilir Meta, kryetari i opozitës Lulzim Basha dhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Ky ka qenë një nga debatet më të fundit politik në Shqipëri dhe pikërisht për këtë ne do diskutojmë sot. Unë kam ftuar ish drejtues të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe specialist. Fatos Klosi, ish kryetari i Shërbimit Informativ Shtetëror, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Arian Dyrmishi, drejtori i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Hajro Lima, ish atashe në Republikën e Turqisë, sot drejtor i Institutit Politikat të Sigurimit Kombëtar, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Bashkim Sulstarova, avokat, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Sokol Gashi, ish drejtues në Shish, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe Gerti Shella, drejtori i Qendrës Infochip, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit. Përpara se ne të ndjekim një ser që unë kam përgatitur me 50 fakte dhe foto, pikërisht nga kjo temë kaq e nxehtë që ka përfshirë politikën shqiptare, nëse janë përgjuar apo jo nga Shërbimi Informativ Shtetëror disa nga politikanë më të rëndësishëm në vend, unë kisha për të bërë disa pyetje për secilin nga ju që po shërbej si hapje të emisionit. Profesor, ne kur kemi një çështje të përgjimit, direkt i bjem telefonit Fatos Klosit dhe themi në këtë moment edhe ne mund të na përgjojnë. Jo, mirë bëni ju, po nga ta di unë se është përgjuar apo jo. Jo, unë se bëra pyetjen. S'është rrava si problemin kryesor. Jo, unë thash që po të kemi një çështje. Tani, profesor, çfarë do të themi ne në emision, këtu janë dy gjëra, do të thënë, që kundërshtojnë njëra tjetrën, po njëra duhet të jetë e vërtetë. Ose raporti është i vërtetë dhe Shërbimi Informativ ka përgjuar politikanët, ose ajo gjë është një shpifje dhe prapë është një vepër penale aty. Tani, me logjikën tuaj, profesor, ka dhe një të tretë. Kush është? Çik është përgjuar, çik e kanë shtuar ata mos u habit me asgjë në këtë vend të gjitha janë. E bukur kjo. Zot Dyrmishi, e njëjta pyetje dhe për ju. Ne tani duhet të besojmë deklaratën që hidhte poshtë të kryetarit të Shërbimit Informativ Zotit Visha Ayazi Liga, apo të besojmë raportin e publikuar, një pjesë raportit në media? Unë them që s'ka ndonjë dilemë kaq të madhe në kuptimin se kjo është në proces akoma dhe fakti që krijohet një lloj diskutimi i tillë, mendoj që tregon që edhe procedurat për kontrollin, për mbikëqyrjen e shërbimeve akoma janë të dobta, të cekta. Pasi kur parashtrohet një çështje e tillë, duhet që të dilej me një pozicion, me një raport me disa fakte më të qarta për të evituar gjitha këto hamendësime, megjithatë. Okej, do kemi mundësi për të diskutuar më gjerë. Zoti Limaj, në fakt ne diskutonim për përgjimet edhe në deklaratën e kryetarit të Shërbimit Informativ Shtetëror përmendej siguria kombëtare, terrorizmi. Ju bët në lidhje vetë si eksperti kësaj fushë? Kryetari Shërbimit Informativ Kombëtar nuk e mohon të mënyrë kategorike përgjimin, por thoshte janë bërë përgjime sipas ligjeve të fuqi. Vetëm një fakt është që duhet kuptohet nga kushdo që merret, që përgjime ka është e padiskushme që ka, jo në rastin konkret. Në çdo shtet të botës, sistemet e përgjimeve sot janë burimi kryesor informativ i zbulimit dhe kundër zbulimit. Masa se sa janë përgjuar titullarët tanë, nuk mund ta them në vërtetoj koha, por që në Shqipëri përgjimet kundërligjshme bëhen siç ndodh ajo në Shërbimin Informativ të Ushtrisë. Kur fatikisht u kërkua që të bëjë një kontroll nga kuvendi dhe ish ministri nuk i la të kontrolloheshin. Dhe këto ndodhin për faktin se kontrolli civil mi forcat armatosura dhe organet e sigurisë është shumë i dobët. Përpara kuvendit i cili është pushteti kryesor ligjvënës. Ky është rasti i parë që kontrollohet? Po, dhe herët e tjera është bërë shumë probleme shumë. Jo, janë kontrolluar. Me këtë objekt. Me këtë objekt është kontrolluar. Zoti, unë kam qenë në Turqi atashe ushtarak dhe Turqia mbat një shtet shumë i fortë ushtarakisht. Megjithatë. Ka dhe modele tjera përveç Turqisë. Megjithatë, kontrolli kuvendit ishte shumë fuqishëm.
tek neve kontrolli kuvenda maligjerisht, jo se do këtë kuvendet. Duhet të fuqizohet që kur ishte kryetar kuvendi Ismail Qemali, duhet të fuqizohet dhe jashtë kontrollit ligjor s'duhet të ngjehet as institucion. Shiku, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme dhe çdo lloj elementi tjetër që ka me sigurinë. Okej. Zoti avokat, ju keni pasur edhe çështje që në themel të tyre kriminale, akuza kriminale, por kanë pas përgjimin. Tani juve keni qenë përballë kërkesës, përballë vendimit të gjykatës dhe juve që mbronit pjesën klientin tuaj. Në çdo rast këto bëhen brenda rregullave apo ju keni kuptuar gjëra ose e keni mbrojtur klientin tuaj pikërisht me atë të famshëm? Kjo është e kundraligjshme, se ju avokatët tu i kapni këto. Jo, ne është vërtet, po në rast se prokuroria ka proceduar në bazë të kërkesave ligjore, përgjimi është i lishëm. Atëherë kur prokurori çështjes për të parandaluar ose për të shkuar përgjimi deri ke autori veprës të kryes veprës penale, i është drejtuar gjykatës të rrethit gjyqësor të Tiranë ose X rrethi me kërkesë për të realizuar një përgjim që lidhet me trafikimin e armëve ose lëndëve narkotike. Dhe gjykata duke vlerësuar dhe motivuar përgjimin, lejon përgjimin me afat caktuar dhe persona të caktuar dhe vendi ku do përgjohet. Dhe mbas këtij përgjimi pastaj realizohet parandalimi i pasojës edhe të çon deri ke prova. Si e keni kështu si provë të prokurorisë? Do të thënë kur thot prokuroria e kam përgjuar, do të thënë friksoni, e keni atë që bëhesh provë e fortë? Natyrisht, kur kemi para një përgjim, domethënë ne e shohim çështjen më të rëndësishme, por nga përgjimet her pas here kanë qenë shumë konfuze. Domethënë ka pas përgjime dhe kur janë zbardhur, dilçin që s'përbënin ai vepër penale. Se edhe persona që janë të kriminuar flasin edhe me kode pak. Po pra, kanë lexuar një transkriptim të tillë. Transkriptimet në një grup zyrtar është arrestuar në vitin 2007, mos gaboj. Sa është temperatura sot? 50 gradë. Dhe 50 gradë ishte 50.000 euro, do të thënë korrupsioni. Tani kjo quhet? Se s'ka, nuk e ka të deshifruar. Nuk quhet, ky është kod. Është si unë në rastin... U arrestuan ata u arrestuan, u dënuan me atë, 50 gradë sot, thoshte ai. Ose kur kisha rastin, thote, jam duke e shtypur. Edhe to për njerë shkun po shtyp drogën. Ata jo mërë, ta isha në shtrat, po shtypsha në bashkërët e ta. Doli qesharaka i lloj përgjimi. Zoti Gashi, ju keni punuar në shërbimin informativ shtetëror dhe keni qenë dhe drejtues në atë shërbim. Tani nuk jeni, kur i bie atij telefonit ose kur të bien, shkon përmend mua po më përgjojnë? Se unë e di që vetëm raporti CIA thotë që 70% të informacioneve marrin nga gazetarë dhe imagjino tani ç'a mund ndodhi me ne gazetarët. Por fal Zotit dhe vetes, domethënë nuk e kam merak. Jo duke ju përgjuar ju. Në ato që shkruani ju. Po ne ato që dimë shkruajmë. E pra, nga ai që shkruani ju 70% e informacioneve, burimet hapura. Jo, atje shkruhet CIA 2 pika, kështu ishte. 70% e informacionit marrim nga media. Nga media pra. Është tjetër gjë, është burime hapur. Janë burimet hapura. Është tjetër gjë fare. Qartë. Kur isha drejtor në FIR, ta lidh me këtë pyetjen tuaj, mora një gjyqtare rrugës. Ishte edhe ajo punonte në FIR. Dhe më tha, shef tha, a përgjohemi ne gjyqtarët dhe duhet të dalë të shqetësimi i gjithkujt. Parimisht, procedurat e përgjimit janë mjaft të përcaktuara se kush është subjekti i përgjimit dhe si përgjohet. Neni 3 i ligjit të shërbimit informativ kombëtar ka përcaktuar objektin e punës të shërbimit informativ, mbi të cilën organizohet shërbimi. Dhe pasi i rëndit të gjitha këto objekte, në fund thot, të gjitha këto bëhen në raport me lirit dhe të drejtat e qytetarëve, themelore të qytetarëve të këtij vendi. Dhe edhe ligji që është për përgjimet elektronike, që u bë me ndryshimet e vitit 2008 atij 2003, e përcakton që një ndër pikat kryesore pra që duhet të ketë ligji, duhet të ketë të ruajë parimin e lirive dhe drejtave themelore të njeriut. A
A e perceptojnë qytetarët ndryshe këtë? Realisht po. Njerëzit jetojnë me atë pjesën e frikës që çdo telefon përgjohet. Por, ne që kemi qenë pjesë e punës konkrete, ne e kemi patur shumë të vështirë për të marrë një aprovim tek prokurori i përgjithshëm për të kryer një proces. Okej, do kemi mundësi për të diskutuar pikërisht për çështjen që jemi mbledhur sot. Na iluminu për atë që ju dini të thoni Gerti, domethënë akuzë shumë nga zotrin me kostume të zeza që janë sot këtu. Vetëm ti je me besh. Shumë nga kolegu përballë ose bashkëbiseduese përballë. Si e ke perceptimin? Domethënë është përgjuar kryeministri, kryetari i opozitës, kryetari i kuvendit dhe ministri i brendshëm. Nëse është përgjuar, jo vetëm kryeministri, kryetari i opozitës, ministri i brendshëm dhe 150, por nëse janë përgjuar pikëpari qytetarët, do të përbënte për mua shqetësimin kryesor. Duket se kemi tashmë një kuptim të përbashkët dhe një perceptim të përbashkët që qytetarët kanë një, si thua, perceptim kolektiv tashmë lidhur me atë që janë të përgjuar. Në mos qoftë nga shërbimet sekrete, nuk di nëse kemi një aktiv aktualisht në panelin shumë të respektuar tuaj. Si të vindin çik përgjimin aty dhe të vindin në studio? Jo, sepse nuk është vetëm agjencia jonë e shërbimit e cila përgjon. Para disa ditësh, ose më saktë gjatë gjithë këtyre 6 apo 7 muajve, ne kemi përcjell lajme të cilat dikë e kanë tronditur, dikë kanë thënë po e kam kuptuar me kohë që kjo gjë ndodhte, pra normalisht kancelera Merkel, kemi skandale të përsëritura të NSA që normalisht sot po të gjurmosh në internet do të thonë që nëse ne kemi këtu 6 apo 8 celular, se shikoj që dikush mund të jetë me 2-3 celular, jemi praktikisht pajisur me 6 apo 8 mikrofona dhe që normalisht në çdo moment mund të aktivizohen me softet përkatëse dhe ja ku jemi praktikisht të dëgjuar, të survejuar, të përgjuar, quheni si doni. Problemi nëse duam ta kufizojmë në atë që çfarë bën shërbimi jon lidhur me përgjimin dhe nëse përbën skandal që është përgjuar kryeministri skandal do përbënte nëse përgjohet jashtë kritereve ligjore, të përcaktuara në kushte tut, pasaj në ligjin për shërbimin informativ, cili do qytetari i Republikës së Shqipërisë dhe ku praktikisht nëse janë përgjuar kryeministri shërbimet e inteligjencës duhet na thonë se ç'është problem paraqesin këta subjekte të përgjimit për sigurinë kombëtare apo nëse janë ata ku do diun konglomerat i armiqësive të jashtme sepse praktikisht politika dhe vendimarrja kur flasin për sigurinë kombëtare nuk kuptojnë sigurinë e jetës, pra sigurinë publike në përgjithësi dhe sigurinë prej atyre që përbëjnë forcat e errta, armikë i jashtëm, nuk kemi shumë larg apo nuk ka shumë diferenca po të përdorim edhe terminologji të kohëve të kaluara që besoj disa prej nesh këtu i kujtojnë ndoshta kthjellët dhe me çiltërsi ndoshta. Pra kemi një survejim të madh i cili nuk është vetëm atributi i shërbimit tonë, por besoj që të gjithë janë lëshuar për të përgjuar gjithë secilin. Privatësia thonë që sot duhet konsideruar e vdekur, ndoshta ne akoma nuk kemi mbledhur për të bërë funeralin e saj. Ju ftoj të diskutojmë nëse kjo që ka ndodhur është eksaktësisht ajo që ne kemi pritur, sepse nëse do të dëshironi përpara insertit tuaj me 50 pyetje, të them një konsiderat, të paktën me institut neve kemi advokuar çdo mjet, çdo mundësi dhe çdo instrument në përdorim të qytetarit për të survejuar ata që marrin vendime në emrin ton. Ajo që po ndodhur që jeta e qytetarëve po kalon në ekranin e madh të atyre që bëjnë politikë dhe ku përsëri ata mbeten hije. Pra transparenca totale, sepse ekziston teknologji, ekzistojnë mjetet, në vend që të ishte një instrument i fuqishëm në dorën tonë për transparencë ndaj atyre, shkon dhe përdoret ndoshta më shumë teknologji, me më shumë vullnet, transparencë totale ndaj qytetarit. Dhe jeta jonë tashmë është ekspozuar në ekranin e madh të qeverisë. Erdhi momenti që të ndjekim insertin me fakte dhe foto pikërisht nga tema që ne kemi diskutuar sot. Pra për përgjimin dhe të gjitha detajet për ligjin që flet për përgjimin. Ta ndjekim dhe kthehemi në studio. Pesdhjetë fakte dhe foto nga përgjimi në Shqipëri. 1. Debati i për përgjimet lindi pas daljes së disa detajeve në media, lidhur me kontrollin që disa deputet kanë kryer në Shish. 2. Një komision parlamentar kreu një kontroll në Shish deri në fund të korrikut të këtij viti. 3. Në komisionin e kontrollit në Shish ishin deputetët socialist Xhemal Qefalia, Piro Lutaj, Pier Indreu. 4. Raporti i hartuar nga 3 deputetët i është dorëzuar Komisionit të Sigurisë për ta shqyrtuar.
5. Në media dolën disa detaje nga ky kontroll, sipas së cilit janë përgjuar krerët më të lartë të shtetit. 6. Sipas mediave, është përgjuar Edi Rama, Ilir Meta, Lulzim Basha dhe Samir Tahiri. 7. Vetë kryetari i SHISH Visho Ayazi Lika i ka hedhur poshtë lajme duke i cilësuar të pavërteta. 8. Sipas Likës, SHISH nuk ka përgjuar asnjë politikan për të cilët bëhet fjalë në media. 9. Pritet që Komisioni i Sigurisë të Thërras kreu në SHISH Visho Ayazi Lika për të dëshmuar. 10. Përgjimi në vendin ton kanë të drejtë të realizojnë mbi baza ligjore policia, prokuroria dhe shërbimi informativ shtetëror dhe institucionet të tjera të sankcionuara në ligj. 11. Këto institucione kërkojnë në gjykat përgjimin e personave për të siguruar të dhënat të nevojshme. 12. Asnjë institucion tjetër s'ka të drejtë të përgjojë dhe të kërkojë përgjim, në të kundërt gjithçka është jashtëligjore. 13. Është prokurori i përgjithshëm që miraton apo refuzon përgjimin nëpërmjet pajisjeve të telekomunikacionit. 14. Në mungesë të prokurorit të përgjithshëm, këtë leje apo refuzime bën një prokuror i autorizuar prej tij. 15. Prokurori i përgjithshëm merr vendim pas kërkesës së drejtorit të SHISH, ministrit të rendit, ministrit të mbrojtjes dhe ministrit të drejtësisë. 16. Personat që realizojnë përgjimin u ndalohet të përhapin ose të përdorin jashtë kërkesave të këtij ligji apo të ligjeve në fuqi të dhënat e grumbulluara. 17. Personat që realizojnë përgjimin u ndalohet të përgjojnë pa autorizim ose jashtë procedurave të ngarkuara nga prokurori i përgjithshëm. 18. Procesi i përgjimit në tërësi ose në veçanti përbën sekret shtetëror, shkelja e cilit dënohet sipas legjislacionit penal në fuqi. 19. Me kërkesë të shërbimeve të huaja shtetërore, sektori i përgjimeve në SHISH mund të realizojë përgjimin për llogari të shërbimit sekret të huaj. 20. Ky përgjim realizohet domos me miratimin e prokurorit të përgjithshëm mbi bazën e këtij ligji. 21. Policia dhe prokuroria kanë të drejtë të kërkojnë përgjimin e bisedave telefonike për të gjithë ata që kanë kryer vepra penale me dashje. 22. Kërkesat e tilla bëhen kryesisht nga sektori i antikrimit ekonomik dhe i trafiqeve të palishme apo i luftës kundër drogës. 23. Objekti i prokurorisë bëhen dhe ata persona që dyshohet se ka miqësi me një person që është cilësuar si i dyshuar apo kur ndihmon në lokalizimin e vendodhjeve të tij. 24. Në momentin që prokurori gjykon se një personi të caktuar duhet i përgjohen telefonatat brenda 24 orëve, dërgon kërkesa në gjykat. 25. Më pas vendimi i gjykatës, që merret po brenda një afati të shkurtër kohor, shprehet nëse e pranon apo jo kërkesën e prokurorit. Faleminderit, profesor. Do të thonë zien media 4 politikanë më të rëndësishëm në vend, do të thonë presupozohet që janë përgjuar nga SHISH dhe ky është thelbi i gjithë kësaj. Tani pyetja ime se unë nuk mund të pyes juve a është e vërtetë apo jo. Dhe është normale të mos përgjigjeni, po tani ne kemi një gjë që politikanët nuk duhen përgjuar fare, apo këta politikanë me atë metodën siç e kisha dhe në një sert mbi bazën e ligjit kur kanë miqësi apo lidhje apo telefonata, duhen përgjuar dhe këtu duhet kemi kërkesën në prokurori, kërkesën në gjykat dhe gjithçka është sipas ligjit. Si është kjo, profesor? Unë di si ka qenë, më shumë se sa si është, se kam kohë që jam shkëputur. Jo, ky është si ligji formalisht. Mora vesh. Shiko, politikanët sot në stadion nuk kanë imunitet. Zyrtar. Do të thonë, është hequr imuniteti, ata janë njerëz të zakonshëm, si gjithë tjerët. Dhe nuk kam ndonjë paragjykim që nuk lidhen me krimin, që nuk lidhen me, nuk them me terrorizmin, se do ishte një absurditet, por me krimin organizuar nuk do çuditesh, atë sikur dëgjoja lidheshin. Me këtë kuptim, duke qenë si gjithë të tjerët, unë nuk e quaj të pamundur që ata të jetë e nevojshme të përgjohen. Por, ai që përgjon një politikan sigurisht duhet të jetë më i përgjegjshëm
sidomos një politikan të këtij rangu, në rastin ton dohet fjalë për ca personazhe të rëndësishëm, njëri për cilëve që është kryeministri, që është shefi i shërbimit. Praktikisht kryeministri, shefi i shërbimit vet. Dhe kujt do t'i vej ky informacion? Nëse përgjohet kryeministri. Pra ju e vini në dyshim që ai mund të jetë përgjuar. Nuk thash pra, unë nuk... Jo, deduksioni aty unë nuk di asgjë. Unë kam thënë dhe mbrëm pak a shumë në televizionin fqinj. Ore, mos na pyesni këtu. Pyesni ata që thonë që nuk kemi përgjuar, të lutem. Shefi i shërbimit e tha cop. Nuk kam përgjuar, pavarësisht se fraza ishte një çike e dyshimt, por tha nuk kam përgjuar. Ju e shtuat kot aty që thatë nuk kam përgjuar këta persona. Nuk tha kështu ai. Ai thanë, ne kemi bërë vetëm përgjime të ligjshme. Nuk tha që s'kam përgjuar Edi Ramën ose s'kam përgjuar... Se du të thoshe nominalisht? Sigurisht. Unë po t'ishe do t'a thosha. Pse? Ta them, se kam përgjuar edhe them cop. Po kam përgjuar. Ja, fraza Nuk janë do t'a thosha që e kam përgjuar, do jepe llogarin në vend tjetër. Nuk thuhet në publik, po nëse se kam përgjuar do t'a thosha në publik. Ja, profesor, janë tërësisht dezinformuese, denigruese informime se që kanë përgjuar nga shish në mënyrë të paligjshme persona publik të profileve të ndryshëm apo ndonjë qytetar tjetër. Shumë e përgjithshme profile të ndryshëm. Jo, është denigruese thotë. Më dëgjoj mua për tash, lër të flasun. Po patjetër profesor. Dëgjova pyetën tënde po i përgjigjem. Pra, nuk e kam me të. Unë them, u thavën sikur para. Ne nuk dim gjë. Nuk dim asgjë. Si jemi në gjendje të themi asgjë. 3 deputet, antarët e një komisioni kanë vajtur në shik dhe nuk kanë votuar gjë. Këto janë lajme që i keni nxjerrë ju, se si edhe ata mbase kanë dashur dhe kanë lëshuar në një fjalë dhe po bëhet gjithë kjo zhurmë, del shefi i shërbimit thotë jo, s'kan përgjuar. Pra, të gjitha këto bisede janë çik parakoshme. Janë vërtet parakoshme dhe na fut në siklet kot që ore, t'japim mendim tani si është kjo punë. Gjëna, e tha djali, ore, të dali një raport, atëre hajtë ta diskutojmë. Kush e bëri, pse e bëri, si duhesh bërë, më se tash. Por, edhe këto që u thanë këtu, ta themi, troq, nuk janë ato që zbatohen. Të marrësh lejen gjykatës kur ke nevojë për provë, për përgjimin. Është 1% e rastë. As 1% jo. Shumë gjë e rrallë. 1% e rastë. Po më dëgjoj mua për atë. 1% e rasteve të përgjimeve në gjykatë? Shiko, te prokurori merret miratimi si metodë pune. Nuk merret për çdo rast. Përgjimet operative nuk merret te prokurori në leje. Është një përgjim që unë e bëj si shërbim dhe kam për raste emergjente. Jo, është në funksion të vëmëtarisë në informative. funksion të punës operative. Është e ligjshme? Unë bëj kujdesin. Shiko, do një themi një gjë cop, shërbimet i ngërën shtetet për të lëvizur në kufirin midis ligjit dhe paligjit. Për ndryshe i zgjidh policia, po tjetë në nivel ligji, është policia dhe mbaron, s'ka nevojë për shërbim. Shërbimi këtë detyrë të vështirë ka. Prandaj dhe quhet punë delikate dhe ata që hynë në shërbim luajnë me zjarrin. Pse se shërbimet prandaj janë për të lëvizur në atë shpat, në një anë është ligji, në një anë është paligi. Prandaj s'ka nevojë gjë për të çuditur. Po puna operative e shërbimit, nëse shërbimi është serioz, është e tillë që ai përgjim të mos dalë kurrë, që mos i prishi punat i njeriu. Kjo është ajo që thamë të drejtat të lirit e personit në sat. Shteti përgjon. Problemi është që shteti duhet jetë aq serioz se atë përgjim ta përdori vetëm për atë detyrë që e ka bërë. Jo ta përdorin pastaj politikanët për allishverishet midis tyre ose për presion. Për presion mesmetar. Kjo është detyrë e shërbimit. Shërbimi të jetë shumë i kujdesshëm, që asgjë mos dal nga ato që janë përgjimet operative që natyrisht nuk janë politikanët objekti punës shërbimit. Dihet kush janë detyrat e shërbimit. Një politikan në qoftë se vërtet është, presupozohet që është pjesë e krimit organizuar, bashkë me tjerët përgjohet dhe ai. Po në qoftë se është e tillë, në kohën që isha unë, të përgjohej një deputet ishte praktikisht e pamundur, se kishte imunitet dhe duhet i merrte leje kryetarit parlamentit. Të përgjohej ministri duhet bëhet e kryeministri. A të binde një qafë kryeministri? Absolutisht asnjëri. Asnjëri nga kryeministrat nuk më ka rënë qafë. Keni punuar me 3 kryeministra? Me 3 kryeministra kam punuar, bile kam pasur dhe probleme me ata kryeministra, por të them që më ka rënë qafë njëri që më ka futur në siklet të përgjoj këtë ose atë jo. S'ka ndodhur kur? Asnjëherë. Të them hapur fare, prandaj them që nuk është politika. Në qoftë se ka ndodhur diçka, po kur ta marrin vesh, jo tani, që janë akoma në nivel supozimesh. Në qoftë se ka ndodhur diçka, ky është defekti i njerëzve. I shefit shërbimit,
Dhe ai duhet na jap shpjegim pse ka bërë këtë gjë. Dhe pastaj edhe tjetri që e ka urdhëruar shefin e shërbimit. Se nuk besoj shefi i shërbimit për qëllimet e veta. Shefi tia. Unë s'njoh perëndit tjetër veç kryeministit. Kryeministri është shefi ti. Po sigurisht pra. Këtë po them. Unë nuk njoh njëri tjetër, nuk më urdhëron dot njëri tjetër si shef shërbimi veç kryeministit. Sepse bëhet fjalë për kur zoti Rama ishte në 2013 pa. Shiko, zoti Rama ka qenë kryetari i opozitës. Është me shumë zarar të përgjosh kryetarin e opozitës. Është me shumë zarar. Kush është pa zarar, zoti Klosi? Si? Kush është pa zarar? Ka plot të gjithë kriminalët janë pa zarar. Edhe pa marrë leje ke prokurori. Çfarë do t'i ruaj nderin i kriminalit unë? Që të marrë leje të prokurori. Nuk e përcaktoni dot ju. Sigurisht mos e përcaktoj. Në kuptimin formal të fjalës, edhe në kuptimin faktik të fjalës. Unë po them si bëhet, ti më thuat. Po lëre mos e lexohet. Jo. Ore, ta thash edhe një herë. Ju mos i nështrojeni kësaj që është vullneti jonë. Ta thash edhe një herë. Por nëse e di pse ngrihet një shërbim. Minimalisht ka dy parime bazë. Gjithsecili derisa të vejë dhe ndoshta avokati na e thot më mirë, unë jam duke hap nenin për katës, prezumohet i pafajshëm Republikën e Shqipërisë. Pra formalisht të paktën, ju nuk mund të thoni dot po përgjoj një kriminal. Cili është kriteri që përcaktoni se cili është kriminal? Dhe pse ju nga i përgjimën do ta marr vesh ta shefin e shërbimit aktual, nëse ai ka menduar me këtë kriter që kriminal për shembull mund të jetë kryetari i kuvendit apo kryetari i qeverisë. E shikoni se sa të mjegullta dhe sa domethënë sigurisht në fillim janë të mjegullta gjitha gjërat, prandaj duhen shërbimet dhe përgjimet që të mjegullta të sqarohen. E drejta për bën bazën dhe veprimtarinë e funksionimit të shtetit. Çfarë do të thotë? Çdo të thotë, ajo që më shqetëson mua nuk është ajo 1% legitimitet e punës së shërbimeve. Ajo që mua më shqetëson është se çfarë ndodh me diskrecionin e madh të shërbimit në raport jo me një. Po shqetësohesh kot ja ta them unë, po shqetësohesh kot. Hajde bisedojmë kur dalim dhe të sqaroj që po shqetësohesh kot. Jo, na i thoj këtu profesor. Po më ka qenë ja thash. Tani ai po më bën moral mua që unë të drejtat po moral po bën pra. Nëse do të dish si funksionon shteti. Ose hajde grisim së bashku dhe themi me këtë kushtetutë ne këtu në këtë studio s'kemi punë. Nëse duam ta grisim, jeni të lirë, ju e dhuroj, do marr një kopje tjetër nesër. Me sa duket, veç asaj nuk di gjë tjetër. Nuk di gjë tjetër veç asaj, dhe gjuna që të kanë thirrur këtu. Po s'bën shumë muhabete të kushtetuta thot kështu. Unë po them si funksionon shteti tani, ti dua kushtetuta. Si do ta marrësh vetë? Shteti funksionon siç e përcakton kushtetuta. Nëse ju këtu po bëni diversion kushtetues, ju do të përgjigjeni. Okej. Zot Byrmishi, jam përgjigjur, unë kam kaluar ato. Ne duhet të jemi të paktën formal në raport me gjithë ato audiencën e dëgjon. Kemi ardhur këtu për. Unë mendoj që ne kemi një shqetësim dhe një shqetësim që është në rritje. Jo, ka një shqetësim në rritje. Unë dua të abstrahoj nga emrat konkret, madje edhe unë ndoshta i pajtoj zotit Klosit, jam shumë tepër i prirur, intuitivisht nuk kam të dhënat, besoj që kemi një proces që ngrihet dhe 1 2 3 4 5 ka një sensibilitet atje dhe ja ku taktikisht plani funksionon apo vjen në lëvizje. Ajo që normalisht mua më shqetëson është pse ne përditëm më shumë. Dhe këtu nuk kam parasysh vetëm shërbimin të këtij shteti të vogël në këtë cep të planetit, po janë shumë shërbime që normalisht përgjojnë. Ku i di këto gjëra pak zot? Po se po përgjojnë. Po juve ju doli kancelari. Po çfarë thuaj, çfarë di përveç asaj librit që ke lexuar? Ka përgjuar kryeministri i Turqisë. Ha, çka ke thënë? Shërbimet tona kanë përgjuar ku ta diun shumë në Shqipëri. Po ju them fakt tjetër. Vodafone, me gjithë respektin që kam për kompaninë, nëse më lejoni zot Qafoku, në një po themi kthjellësi në raport. Po s'është teori, por është fakt. Po është fakt më zoti Klosi, që kjo kompani celulare ka nxjerr përpara. Nuk të ndërhyj më ja. Jo, ka nxjerr përpara 2 muajsh, ju ja jap unë informacionin që ju mungon, nëse dëshironi, dhe nuk është pikë fare, domethënë një link ju jap dhe ju mund ta klikoni vet. Raportin ku ka listuar vendet të cilave me kërkesë të organeve kompetente publike, kompanisë i është kërkuar të bëj përgjim. Shqipëria është vendin e parë për vitin e kaluar, në mos gaboj zotëri, me rreth 6.000, 5.400 të ka mund në shifrat aty. Dhe ky është i fakt, këtu nuk posojmë asnjë gjë. Dhe unë po mundohem të abstrahoj edhe nga rrethana, ndoshta për dikë mund të jetë mizerabël fare e shërbimit ton kombëtar, shërbimit informativ, që në një moment të caktuar del dikush thotë u përgju filan dhe dalin gjithë dynjaja duke folur se ç'po bë ka shërbimi. Por çështja është pse duhet të përgjohemi kaq shumë sot? A është e legjitimuar që gjithsecili ta tha zoti Klosi këtë? Falni një sekond. Dhe nëse duhet të dorëzojmë privacy-n, të drejtat civile, të drejtat kushtetuese, në emër të një sigurie që kërcënohet ndoshta nga një armik i padukshëm apo ku do të thotë çfarë, le të diskutojmë cilët janë armiqt dhe ndoshta të japim mundësi njëri tjetrit të mbrojmë më mirë vetë edhe pandimën e shërbimit.
Ky besoj që është diskutimi që Okej, duhet publicitet, rikthemi pjesën tjetër të emisionit. Kur gjykata i jep okejin, një aparatur spiune vendoset në telefonin fiks apo celular të atij që dyshohet të ketë kryer vepra të ndryshme penale. 27. Kjo aparatur speciale që quhet MRF1 arrin të përgjojë të gjitha bisedat dhe nuk pranon asnjë interferencë. 28. Aparatura spiune vendoset me urdhër të prokurorisë dhe bëhet vetëm mbi bazën e ligjit. 29. Në këtë rast prokurori i drejtohet kompanive të telefonisë fikse apo celulare që të lejojë përgjimet pas vendimit të gjykatës. 30. Kërkesa dhe vendimi i parë për përgjim nga gjykata ka një afat kohor për 23 është. 31. Më pas në varësi të informacioneve që kanë dalë gjatë përgjimit, ky proces mund të zgjatet. 32. Në rastet ku pretendohet se po zbulohet në një grup i strukturuar kriminal, leja për përgjimin merret për 40 ditë rresht. 33. Në rast se një përgjim kryhet pa vendimin e gjykatës, atëherë ai quhet i kundërligjshëm. 34. Një rast i tillë nuk mund të merret parasysh si provë materiale për fajësimin e një personi. 35. Sipas kodit të procedurës penale, telefoni mund t'ju vihet në përgjim kur vepra penale që ju keni kryer parashikon një dënim jo më pak se 7 vjet burg. 36. Kur ju vën një pajisje gjurmuese për të zbuluar vendodhjen, është parashikuar se keni kryer një vepër penale, për të cilën parashikohet dënim me burgim jo më pak se 2 vjet. 37. Përgjimi realizohet nëse jeni person që dyshohet se merr ose transmeton komunikime me një person tjetër që është cilësuar si dyshuar nga prokuroria. 38. Përgjimi kryhet edhe kur je person që merr pjesë në transakcione me një person tjetër që është cilësuar si dyshuar nga prokuroria. 39. Në vitin 2006 është sankcionuar me ligj që çdo abonent celular duhet të regjistronte generalitetet. 40. Kjo bënte të mundur identifikimin e çdo personi dhe zbulimin e tij sidomos në raste kur kryeshin kërcënime. 41. Sipas një ligji, kompanitë celulare dhe fikse detyroheshin të japin informacione me vendim gjykate. 42. Diskutimi dhe debati më i madh për përgjimet është bërë kur ishte krye prokuror Theodori Sollaku. 43. Gjatë një raportimi në kuvent, Sollaku deklaroi se duhet të bëjë një ligj për ruajtjen e privatësisë së njerëzve. 44. Ish kryeprokurori Sollaku tha se gjatë vitit 2006 ka patur 1000 kërkesa për përgjimi nga institucionet lidhur me veprimtaritë kriminale. 45. Për Sollakun ky ishte një alarm kur dihej që në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me 300 milion banor, kishte vetëm 1700 përgjime në vit. 46. Numri më i madh i përgjimeve në një vit është ai në vitin 2008, kur sipas të dhënave janë kryer 7600 përgjime. 47. Gjatë vitit 2008, në gjykatën e krimeve të rënda janë paraqitur 500 kërkesa për përgjime. 48. Nga këto, kjo gjykat ka pranuar 495 raste, pra vetëm në 5 raste është bërë refuzimi. 49. Gjatë vitit 2007, në të gjithë vendin dhe nga të gjitha institucionet, janë realizuar 3700 përgjime. 50. Gjatë vitit 2009, sipas gjykatës së krimeve të rënda, janë dhënë 450 vendime për të përgjuar persona të ndryshëm. Faleminderit, zoti Dyrmishi. Pyetja ime është, ne tashmë jemi përballë një fakti që e thash dhe zotit Klosi që në media domethënë zgjen. Ndërkohë unë një herë kisha vënë pjesën ligjore, po mua ma hodhi poshtë vetëm një shifër e zotit Klosi, vetëm 1% të atyre që unë kisha paraqitur atje nga ligji për përgjimet, përbën dhe shkon në gjykat. 99% tjetër, domethënë është
është ajo që quhet përgjim që nuk shkon në gjykatë. Do të thonë me ato që thotë zoti Klosi, do të thonë ajo e ligjit është kot dhe unë ja kam futur kot me to. Kështu i bie. Ka që ta strukturojmë pak problemin se ka disa shtresa. Njëra është aspekti i të drejtave që mund ta diskutojmë pak më vonë dhe që arsyeja pse ka dalë ligji se përgjimi janë kryer edhe përpara se të miratoj ky ligj. Në kohën që flet zoti Klosi, nuk ka pasur ligj për përgjimin e telekomunikimeve. Në 95 ka dalë. Por jo, pra nuk ka pas ligj. Jo, ka pas ligjin. Një gusht 95-ës, kodi procedurës penale. Kodi procedurës. Jo, flasim për kodin procedurës. Jo pasaj përgjimet veçanta. Se po përpiqem që të ndaj. Pra ligji është miratuar në vitin 2003. Pra në kohën që flet zoti Klosi dhe që janë kryer kontrolle në shërbim, në atë kohë shërbimi operonte bazuar mbi ligjin për shërbimin informativ dhe një nen të ligjit ku përcaktoi se prokurori i përgjithshëm autorizon metodat në kryerjen e procedurave të veçanta për fshirje dhe përgjime, sepse nuk janë përgjime se që të ngatrojmë tashti, ngatrojmë qëllimin me mjetin. Përgjimi është një mjet për të grumbulluar informacion, siç ka mjetet të tjera dhe një nga. Kështu që për të rregulluar këtë mjet, për arsye sepse dhe kushtetuta dhe konventa europiane e drejtave të njerëzit parashikon që shkelja e drejtave themelore që jepet në kushtetutë e drejta privatësisë mund të shkelet vetëm me ligj, duhej që nga koha e kushtetutës deri në 2003 kur u miratua ky ligj ekzistonte një vakum ligjor, pra e drejta e qytetarëve shkelej pa ligj. Dhe ishte nevojshme që të miratoj ky ligj. Zgjati ca kohë deri në 2003 sa u miratua dhe u miratua. Kjo për të rregulluar aspektin e të drejtës. Dhe pastaj se si rregullohet kjo e drejtë dhe se si kërcënimet dhe se sa shkelet në kuptimin sasior shumë apo pak të drejtat, kjo është që pastaj që merret përsipër nga qeveritë e ndryshme të vendeve të tjera dhe prandaj duhet të ketë procese ashtu siç sa zoti Hajro. Ka filluar përgjimin e 2005-ën, ëh? Po pavarësisht se është miratuar ligjin 2003. Strukturat adekuate të shërbimit kanë qenë 2005-ën. Nëse unë e di se kam desë Po, i pari ka qenë Arjani. Do ti je njeriu që ndisje Chelsea. I pari. Po përveç asaj, nuk është. Dgjoj, kot po të bëjmë pyetje kështu. Ka rënd kështu përgjosh këta që janë në studio duke përfshirë dhe mua. Po, te Chelsea pikërisht po përpiqem që të shpjegoj se po na e thuj pra se kështu teori ka një kuptim se ti mbash mend vetëm për një gjë në shish publikisht flas që zoti Klosit ka nxjerrë një konferencë për shtyp në të vetmen do japi dorëheqjen në të vetmen po mirë po e vetmja dhe e para dhe e vetmja konferencë për shtyp në shërbimin informativ shtetëror duhet ta themi këtë të nderuar teleshikues me urdhër të kryetarit ky njeriu këtu ka bërë konferencë për shtyp. Nëse ajo ishte një prirje për t'u hapur ndaj mediave atëherë se kishte një veprimë. Po kishte shanse për t'u hapur me media. Ne, domethënë, bërëm një veprim atëherë, nuk e di sa ka shpërfyer, po përveç kësaj, të kthehemi tek argumenti. Kështu që po jemi më konkret, po. Kështu që për pjesën që ka të bëjë me rregullimin e përgjimeve nga shërbimet informative për mos të ngatruar me çfarë rregullon Kodi Penal, sepse Kodi Penal ka ekzistuar dhe më përpara Kodi Procedurës Penale dhe penali procedurës penale parashikon përgjimin dhe në këtë rast meriton të përmendet roli i prokurorisë dhe i prokurorit përgjithshëm, i cili në këtë rast ka dy funksione, prandaj dhe desha që ta përmend dhe lidhet dhe me diskutimin e tashtishëm. Sepse për përgjimet që kryen nga shërbimet sekrete, përfshirë dhe policinë në fazën e grumbullimit të informacionit, i cili pastaj mund të shpjerë ose jo në kërkesë të prokurorit për të marrë vendim gjykate në mënyrë që të përdoret për provë, sepse ajo që ndodh me shërbimet është një telefonat sado komprometuese që mund të jetë nuk mund të paraqitet në gjykatë për provë, sepse duhet që ajo provë të jetë marrë sipas Kodit Procedurës Penale me vendim të gjykatës. Por duhet ta lëm këtë pjesë meqense shërbimi nuk hyn fare te kjo kategori. Atëherë pse e bëra këtë hapje për të thënë që nëse ka ndodhur përgjime të palishme me teknologjinë dhe me pajisjet që ka shërbimi dhe me njerëzit që ka shërbimi,
Këto mund të kenë ndodhur ose nëpërmjet një procedure normale dhe në këtë rast i bie tjetër përgjegjës dhe prokurori i përgjithshëm që ka miratuar përgjimin e X apo Y. Jo, po flisim për pjesën normale, domethënë. Po sigurisht po këtë po pjesën them që ligjore. ky raporti nuk na i thot, pra si janë përgjohur, sepse nëse për shembull shërbimi sekret nuk ka përdorur teknologjinë, po ka përdorur të tjera teknologji, siç u tha këtu që dyshoj se mund të kishte përdorur shërbimi informativ ushtarak përpara disa vjetësh, atëherë po flasim një diçka ku mbyllen gjithë ligjet dhe lidhet pastaj me incidenca si të rasteve përgjohë komshiu. Asaj që ne i themi skandal. Prandaj po them që ka disa shtresa, skandal. Tash skandal mund të thotë edhe nëse ti më i madh mund të thotë nëse ti përdor burimet e shërbimit. Nëse vë veshin ngedera. Mund të mos jetë shumë skandal. Jo, them skandali është më shumë kur ti përdor pajisjet dhe burimet. Si filmi Kapitani. Edhe unë tha po përgjoja, tha mbrapa derës. Tashi, ajo që ndodh, dhe unë e thash në kryetarës, fakti që ne kemi një lloj konfuzionin në këtë aspekt, është sepse këto procedura dhe aktiviteti i punës së shërbimit në përgjithësi është parë në mënyrë të distancuar dhe nuk ka një qasje sistematike ndaj kontrollit të shërbimeve informative në mënyrë të tillë që dhe të tilla hamendësime nuk mund të ndodhin. Atë po i thosha sot një gazetari që po më pyeste për këtë nga një gazetë, thash është një lloj sikur një prind që nuk vete gjatë gjithë vitit të pyesi për fëmijën e vet në shkollë, po ti thon diçka në fund i vitit që ai ka bërë ka prirë të besoj sepse nuk ka bërë në mënyrë sistematike. Ky fakti që s'ka një kontroll sistematik të këtij shërbimi me raporte me struktura, sepse nuk mund vetë deputetash që aty çfarë do zbulojnë, si do ta kuptojnë. Tani ti që ke ndezur Chelsea kështu. Se po them që përmendi zoti Gashi që tha që në 2005, them që pikërisht sepse në moment caktuar ndizet, janë sisteme elektronike që vjen. Ju si njeriu që keni ndezur Chelsea, kur vinte në një politikan të veshë juaj, ju çfarë bën? Tashi ajo që kishën bërë ne, sepse kjo është procedura, ajo që kisha për shembull, dhe këto janë rregulla të brendshme që përdoren për të minimizuar. Për shembull në ligjet e shërbimeve perëndimore ka procedura minimizuese, të cilat dëgjoj nuk i ka, sepse është bërë kryesisht shumë i thjeshtë. Procedura minimizuese do të thotë që ligji ndalon përgjimin e komunikimeve që quhen të privilegjuara me mjekun, me avokatin, me personat caktuar, cilat nuk mund të... Domethënë që nuk përdoren eventualisht edhe kur vjen çështja për prova që përdoren në gjykat. Nuk lejohet me mjekun. Pra quhen procedura minimizuese në funksion se sa i avancuar është ligji i vendit. Për shembull francezët kanë çik pak, gjermanë çik më shumë, amerikanë çik më shumë. Po ne shqiptarët si kemi? Jo, ne nuk kemi procedura minimizuese. Tashi unë që kam qenë i ndjeshëm personalisht gjatë kohës që kam menaxhuar atë punë, kisha vendosur disa procedura të natyrës që nëse në një moment caktuar nuk kishte një përputhje midis vendimit për cilin ishte dhënë përgjimi dhe personave që komunikonin, atëherë nuk lejoja që të përdhoheshin raporte përgjimi për këtë gjë. Kush ju që nga puna juve? Ky që kishte Chelsea? Unë largova vetëm sa kohë. E largova vetë, se mos thojë nga puna pikërisht për përgjimet. Si përgjimi nuk është një procedurë që bën një njerëz kështu për momentin se dyshohet sikur visha jazi shkoi bë vetë tash apo në një tjetër. Nuk është kështu, është diçka më komplekse se kaq. Vetë kryetari aty dhe me kufjet, jo. Dhe prandaj po them do kuptuar si një problem i... Jo, fakti që ne na ka ikur ky lajm si gazetar Gerti që njeriu që ndiste Chelsea ikën nga shiku. Po pra, po tashi Chelsea një herë ndizet dhe pastaj është si punë celentarëve bërthamor një herë ndizet. Ktu ka autor të kushtuar për ligje penale, nuk është ndonjë lajm i madh. Ai ka ndezur Chelsea ka inauguruar stacionin. Po pra, në këtë kuptim. Po jo se ndizet Chelsea për çdo përgjigjem. Po jo pra, jo. Dhe çështja pastaj është teknologjike, nuk është çështje. Pra po them që sokol me çfarë nga përvoja e dikush, më fal se ju ndërpreva dinamikën e komunikimit. Po ndoshta është një pyetje që unë e hedh për diskutim. U përgjua, ka një protokoll caktuar, e prezumojmë të rregullt dhe administrohet përgjimi. Në një moment të dytë, çfarë ndodh me këtë përgjimin e administruar? Pra cili është destino? Pra kush është përdoruesi fundor i përgjimit? Nuk mund të mbahen në përgjim. Nuk mbahen. Si azgjeson me ashtu personi që bën kërkesën janë titullar të institucioneve që u duhet informacionin nevojshëm për përgjimin,
vlerësohet dhe me këtë informacion duhet të njihet vetëm titullari dhe prokurori. Prokurori përgjithshëm në çdo fazë duhet të njihet me këtë informacion dhe nëse ky informacion nuk është i nevojshëm për mëtej, ky asgjësohet. Nëse titullari një institucioni kërkon t'i bëj kopje, quhet në gjuhën e asaj, të ligjit, atëherë do të marrë një miratim tjetër të prokurori për ta mbajtur këtë për një periudhë. A ka pas abuzime? Një gjë, kur filloi atë du ta lidh në 2005-ën, edhe du të dalë edhe në atë që çfarë ka deklaruar ish prokurori përgjithshëm Sëllaku, ka patur një dyndje kërkesash të jashtëzakonshme për përgjimet, sepse u bë një metodë pune i bie shkurt që ishin rrugë të tjera ishin më pak të efikase dhe realisht pati apo përgjimi ishte i vlefshëm për dembelët. E të flasin ta, unë jam shumë më i hershëm se shpo të Më falni, dhe një saksim vogël, kur flasim për përgjime, sepse koncepti ka pësuar zgjerim. Juve, si profesionist, nuk kuptoni përgjimin akustik, pra, do të thënë fjalët, sigurisht konteksti nuk mund të kapet dot në një dokument, sepse ne duhet ta dimë, edhe kur flasim këtu, konteksti përbën 7% të komunikimit. Fotografi, SMS-ja edhe zamora. Pra dhe korespondenci për përgjoni. Po mire, e dini zotëri që... Më falë, avokat, e dini që Neli 35 e kushtetutës ndalon kategorikisht përgjimin e korespondencës, sepse në Republikën e Shqipërisë... Gerti, qeshi Ariani me këtë që thëtë. Ariani mund qesh, po unë do të lexoj për ata që duan ta marrin seriozisht. Arian, do vi në debat. Zoti Qafoku, Neli 36 i kushtetutës, është lexim po pra liria dhe fshehtësia parashikohet me ligj. E përfitoj nga rasti ta them se do të prokurori pra ai që e marrëtimin për rastin. Përveç rasteve kur parashikohet me ligj. A mund t'ia them publikut? Po nuk e thosë se publiku. Liria dhe fshehtësia e korespondencës ose çdo mjeti tjetër të komunikimit janë të garantuara. Dhe kjo ka disa kapitull janë diku rreth 12 nene në liritë themelore të njeriu dhe liritë civile. Dhe ajo që unë bëj habi dhe hap diskutimin me lejen tuaj, me konsentin tuaj, është a mundet shërbimi... Nuk përgjohet gjithë qytetarët aty që të privohet liria. Është shumë e vështirë që t'ja mushësh me... Si zgjidhni ju dilemën në këtë rast? Dilema është kjo. Dilemën me kushtetutën. Është shumë e vështirë që ati prokurorit që, ose prokurorit përgjithshëm, ose prokurorit që e ka autorizuar prokurorit përgjithshëm për dhënë një okej për të kryer një përgjim, është shumë e vështirë për të marrë një vendim që ai të kryejë një përgjim. A kemi rënë gradualisht në kushtet kur prokurori përgjithshëm, që është një ndër garantuesit e rëndësishëm institucional, shumë motivuar për përgjimin. Unë nuk targetoj kërkëm dhe nuk kam asnjë vektor, do duhet jemi qartë dhe i sinqert në raport me juve. Gradualisht, a kemi rënë jam i garantuar të mos sënohet kjo liritot. Avokat, unë e kuptoj që në gjyqëve duhet të jeni i qartë, i detajuar, eksplicit, ndryshe gjyqtari thotë shpjecanca. Këtu nuk kemi në gjyq, që do të thotë që ne mund ngrenë çështjen në parim, ose të paktën nuk kam një pasion për të ngritur në parim çështje. Dhe vim në çështja e ngritjes tek ngritja e çështjes së parim. Dhe ndoshta me Sokolin mund të diskutojmë këtë çështje. A ka pësuar një zgjerim ajo që domethënë përbën objekt përgjimi dhe ku ndryshon nga origjinalja, pra intencioni i ligjvënësit, me atë që kemi sot? Okej, zoti Gashi. A jemi duke folur tashmë për një konflikt kushtetues, jo të shërbimit, se shërbimi unë e kuptoj është listë batuese gati, është një Okej, zoti Gashi. Por me prokurorin e përgjithshëm që normalisht autorizoka përgjimin e korespondencës. Si zgjidhet konflikti me kushtetutën? Ligji e ka të parashikuar që të gjitha, pra nenit e ligjit i ka të parashikuara që të gjitha informacionet që shërbimi informativ grumullon në funksion të sigurisë kombëtare janë miraton, prokurori i Republikës miraton procedura. Shumë e qartë, doli dhe nga një sert. Dhe në këtë rast, prokurori i përgjithshëm pra në çdo rast duhet të japën në mënyrë specifike, duke hedhur dot firmën ai pa ja dhënë të Shumë i qartë kjo. Por si do ta zbulosh një kriminal pa e ndjekur? Eksakt, kjo më shqetëson. Mua më shqetëson se si do të zbulojë përgjimi nuk ka egzageruar me limitet e veta. Përgjimi është momenti i fundit. Institucionet e shtetit që nuk po bëjnë punën e nevojshme për të zbuluar terroristët dhe kriminalët. Mirë, zoti Klosi. Si mendon ti se zbulohen këto gjëra? Edhe në gjysmë profitit Si hidhet fallë, nuk hidhet fallë burr. Edhe në gjysmë profitit. Përgjohen ata njerëz që dyshohen
Thelohet pastaj lihen ata që nga ky përgjim dalin që s'kan lidhje me problemin. Personalisht, prijem të mos dyshoj, zoti Gjavoko do them te këtë dhe sigurisht kushtetuta mirë ka po. Prijem të mos e dyshoj zoti Vangjeli që fillimisht hodhi opsionet që kryetari i kuvendit automatikisht dhe shefi vet mund të jetë përgjuar nga shërbimi. Na solle pikërisht për këtë jemi mbellur. Zoti Limaj, pyetje. E besoni që drejtuesit më të rëndësishëm të shtetit, politikanë më të rëndësishëm të shtetit janë përgjuar? Tani ata janë drejtues kalimtar. Ata ndryshëm nuk ka të përjeshëm sot. Dhe në qoftë se ka probleme të cilat shërbimi informativ kombëtar të dhëna të cilat duhet përgjuar me lejen e prokurorit, ata mund të përgjuar mjaft mirë. Ose në qoftë se në një shërbim sekret, siç është Amerika, Gjermania dhe Tekmeneve kanë marrëveshje partneriteti, i kanë vendosur detyrë, mund të realizohet ky përgjim. Por do të kuptoj edhe një gjë. Shumica ambasadave të vendosura në Shqipëri janë të pajisura me aparatura përgjimi, ku marr përgjim pothuajse gjithë ata që drejtojnë marrë vendimin e vendit. Të lutem thuaj edhe një herë këtë? Të gjitha ambasadat e Shqipërisë gjithë dhe botës. Gjithë dhe botës. Edhe ju kur punonit në... Po, patjetër. Të gjitha çfarë përgjoni? Kanë, jo, ledhove tash. Kanë mjetet e tyre të përgjimit dhe kur thot që në listën e përgjimit ka qenë ish kryeministri Berisha nuk është përgjuar nga Amerika, është përgjuar pikërisht nga Tirana. Pra urdhri është vendosur në Tiranë dhe aty ku janë objektet e sigurisë veçantë të atij shteti, aty është realizuar përgjimi i tij. Kur përgjojnë të huajt? I huaj përgjojnë tonin. Kur themi ne të huajt na përgjojnë për ambasada? Në ambasadat janë vendosur aparaturat e realizimit të përgjimit. Jo vetëm aparaturat e realizimit të përgjimit. Po deri në aparaturat tepër sekrete të deshifrimit të bisedave. Kanë deri shumë sofistikuara. Çfarë do të thonë? Unë jam i kësaj fushë. Kam punuar në... Çfarë do të thonë deshifrimi? Deshifrimi nëse bisedë është e mbyllur ose gjysmë e mbyllur, ose e koduar, gojore ose shifruar, në vërtet aparaturave kriptoanalizës të deshifrimit, ku shtetet tjera ka shumë të zhvilluar, të kanë analistët më të mirë, mathematicianët më të njohur fare, merren pikërisht me deshifrimin e bisedave që bëjnë titullarët dhe Dimarsit të bisedave që bëjnë midis tyre. Tani, unë nuk e quaj kaq alarmante që na u përgjuar ka kryeministrin dhe kryetari i kuvendit nëse ka problem për të përgjuar. Bile, unë jam i këtij mendimit. E keqja e Shqipërisë ka ardhur nga ata, s'ka ardhur nga populli. Ne, vendin tonë Shqipërinë ka dëmtuar shumë politika këto 25 vjet. Dhe ajo ka sjell shumë pasojë të mëdha vendit tonë. Edhe shumë trafike që organizohen në hije mbrapa, shpesh janë politikanët, të cilëve me aq luftë të madhe mezi u hoqja imunitet, se akoma ka elementi imuniteti. Në qoftë se shiku aktual e ka realizuar përgjimin e këtyre titullarëve, shiku aktual, e ka realizuar përgjimin e këtyre autoriteteve, brenda kësaj likshmërie, është i pafajshëm. Dhe brenda institucionit, në qoftë se do të patë kujdes shumë, mund të ketë aparatura të cilat nuk janë brenda shikut. Po janë vendosur në vende të tjera, ata realizojnë dhe i japin informacione nevojshme kryetarit të opozitës, ose atij që dëshiron informacionin. Dhe plas lufta si shpesh tek neve dhe informacioni del shumë përpara se ka dhënë kryeministri vetë informacionin. Pra fatikisht në Shqipëri përgjime të ndryshme ka. A bëhen brenda institucionit të shikut dhe aparaturave të shikut, a jashtë atij, ato është diçka tjetër që do vërtetoj koha. Atëherë nëse është kështu, si janë procedurat? Fjala vjen, ajo raporti ka shkuar në komision, nga komision do kaloj në kuvend. Dhe pastaj janë pjesa e votimit të raportit e tjetër. Problemi është shumë i thjeshtë. Problemi është shumë i thjeshtë. Po? Në qoftë se 3 deputetët e majorancës e tjerë nuk shkuan, që janë kontroll. Kanë gjetë materiale origjinale bindëse që ata janë përgjuar. Detyrimisht do kërkohet që kush ka dhënë urdhën e përgjimit. Detyrimisht. Ka dhënë urdhën vetë kryetari i shikut pa miratim apo ka dhënë nga prokurori i përgjithshëm dhe nga gjykata. Ka të drejtë kryetari i shikut të japi? Por është jashtëligjshme për ata që s'ka marrë miratimin. Kryetari i shikut bën kërkesë, ose s'ka bërë kërkesën. Ama nëse ai ka bërë kërkesën dhe s'marr miratimin nga prokurori i përgjithshëm, ose në gjë tepër urgjente, siç tha emergjencë. Profesori, në veptari operative të shpejtë, veptari operative të shpejtë, që është e shkurtër fare, s'ka pat kohë, edhe mund të justifikohet. Por nëse bërja këtë procedurë me përgjegjësi automatikisht ligjore.
duhet kemi parasysh nëse dhe Ministria e Mbrojtjes, Shërbimi Informativ Ushtrisë tani qoftë gjithë fare, ka aparaturë përgjimi. Pra, tu do shqiptuar... Edhe ata lejnë e marrin të prokurorit. Ka aparaturë përgjimi. Dhe atëherë që diskutua shumë për aparaturë përgjimit, ka aparaturët e përgjimit të Ministrisë e Mbrojtjes kanë tjetër mision. Ajo aparaturë për tjetër detyra, tjetër mision. Kanë zbulimin jashtëm shumë ata, kanë për ato kuptoj. Dhe ato janë bërë Izrael, janë pajisje Izraeli, mund të realizojnë, janë pajisje që janë bërë në Izrael dhe ato mund të mbanë shumë i përgjimin titullarëve. Tani, asnjë ministër dhe askush nuk ka drejt të kundërshtoj verifikimin që do t'i bëj kuvendi institucionit të ditë përkatës. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që Ministri i Mbrojtjes po erdhi komision verifikimi i miratuar kuvend, automatikisht hap dyert. Ndërsa tek neve kjo punë është bërë skandaloze. Nuk e di, nuk e kuptoj mjaft mirë që qeveria miratohet kuvend dhe organi kryesor është organ ligjvënës dhe përpara kuvendi janë gjithë përgjegjës. Deri në Presidentin e Republikës ku shkel ligjin, atje bëhet llogaria. Ne defektin kryesor e kemi te kuvendi, i cili nuk bën kontroll të vazhdueshëm dhe periodik për zbatimin e ligjshmërisë në shërbime sekrete, po do ndodhë si në bankë që nuk u bën kontroll të shpeshta dhe plasi vjedhja. Dhe pastaj thonë ku jemi? Ne jemi pikërisht sepse ne kryejmë detyrave. Pra çdo institucion duhet të bëjë detyrën e tij, sado i madh të jetë. Pra problemet janë ndrykuar tek neve. Tjetra, unë kam punuar në funksione të rëndësishme edhe sot problemet huajt. Le të përgjojnë. Unë nuk kam frikë as lloj përgjimi. S'kam as lloj. Pse? Sepse çdo gjë e kryej brenda ligjeve, brenda normave dhe brenda interesave dhe udhtim. Frik ka nga përgjimi, frik ka përgjimi në Afrikë, ka njeri i cili kryen vendimtaritë kundërligjshme, të rrezikshme që kërcënin vendin ose personave. Frik ka përgjimi, ai që merr me drogë, ai që merr me prostitucion, ai që merr me krim ekonomik dhe organizim tjetër, ose si politikanë që mund të jenë në gjetura të huaja, të cilën ne jemi dështuar. Faktikisht ne mund të flasim për agjenturat tuaja dhe këtë që thua ti, për 3 apo 4 politikanë. Jo, për këtë përgjithësi. Ne në shtypin tonë me të drejtë burimet e hapura quhen, se sa dhe ish kryetar apo jo, më shpesh është diskutuar që në politikën tonë vendimtar kryetare ka njerëz që kanë interesa ose lidhje të caktuara me shtete caktuara. Ky shërbejnë. Dhe ne kemi parë që në qendrimet e tyre që kanë mbajtur ku ka qenë problem raport me Greqinë, apo ka qenë problem me Serbinë, apo ka qenë problem me Amerikën, kjo është e qartë. Kur faktikisht vë interesat atij shteti përpara interesave kombëtare tua. Ne kemi parti sot, parti kur që gëzon kuvend dhe kur janë probleme vjen me miratimin në Athinë dhe jo në Shqipëri. Problemet atë këtu. A ka agjenturë? Shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Zoti avokat, këtë 1% që tha zoti Klosi, që mbeti përveç asaj 99-s, si funksionon gjykat? Zbatohen se ju keni dhe kazuset tuaja si avokat? Unë kemi 2 momente. Po? Kemi momente parë që me kërkesën e institucionit përkatës i bëhet prokurorit përgjithshëm për të kërkuar lejen e përgjimit që nuk përbën provë, po për interesat veçanta duhet të përgjohen X person dhe kemi raste kur prokurorisë rrethit me një kërkesë të motivuar ja parashtron gjykatës, ku gjykata me vendim dhe kjo të motivuar lejon përgjimin për personin e kërkuar, për vendin e caktuar ku ndodhet, ku do bëhet përgjimi dhe e ndjek oficeri përgjithësor ose prokurori. Dhe ky material i përgjimit, ky ka vlerën e provës në procedimin penal. Në rast se çdo përgjim që merret në kundërshtim me këtë procedurë është i pavlefshëm dhe nuk mund të përdoret, nuk ka vlerën e provës në një proces penal. Këto ato sankcionet ligjore. Publicitet, rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Cilat janë marrëdhëniet tuaja me Shishin, zoti ministër? Institucionale. Ju shkoni te zoti Visha dhe zoti Visha vjen këtu sipas rregullit të pashkruar tashmë? Unë s'kam shkuar kurrë, zoti Visha ka ardhur këtu për çështje që na lidhen me punën. Dhe marrëdhënia është mbështetur, duhet jeni i kënaqur në aspektin ligjor, por edhe në aspektin... Jo, s'kam i kënaqur, mund të kishim bërë më shumë. Në cilën pikë? Në pikpamjen e shkëmbimit të informacionit. Do kisha pritur shumë më shumë
fluks informativ nga shërbimi informativ I shtetit, eksperiencë pozitive patëm me informacionin lidhur me kultivimin e kanabisit. Nëse do kishim të njëjtin eksperiencë edhe për element kriminal, keni fjalë për lëndë eksplozive lidhur me vepra tjera penale, veçanërisht eksplozive, do kishim patjetër një tjetër dimension në luftën kundër. Nuk ka dëshirë që ishi sipas jush apo nuk ka zotësi? Nuk di ta them, më vjen keq që në vetëm në muajt e fundit kemi 4-5 ngjarje kriminale nga oficerët e shërbimit informativ. Po, kjo është bërë publike. Dhe çfarë ka ndodhur? Kjo tregon një lloj degradimi të burimeve njerëzore në shërbim. Gjë që e kam shprehur edhe zyrtarisht drejtorit të shërbimit. Qofsin policë çmendet nuk e ka fajin zoti ministër Sajmir Tahiri? Jo, por janë të emëruar rishtës. A janë, kështu që do të thotë ka një kusht tjetër politika e burimeve njerëzore në shërbim. Faleminderit, zoti Klosi. Akuza shumë e rëndë e ministrit të Brendshëm zotit Tahiri për burimet njerëzore aktualisht në Shik. Zoti ministri sigurisht di shumë më tepër se unë. Dhe unë di ca gjëra dhe jam ankuar për këtë gjë, me qenë se djem dhe vajza të reja, djem të ri dhe vajza të reja që ishin rekrutuar vitet e fundit të gjithme të mbaruar shkollën e lartë, pastaj bënin një shkollë të shërbimit dhe që kishin filluar punonin normalisht, tani s'janë më në shërbim, janë larguar nga shërbimi dhe janë zëvendësuar me kuadro të vjetra të shërbimit, të cilët vërtet mendoj që e kanë bërë punën e tyre atëherë kur ishin herën e parë dhe nuk duhet vinin më në shërbim. Nuk e di për kë e kishte ministri, unë kam në tjetër aspekt, domethënë që Jo, janë 4-5 ngjarje tha kriminale që autori ishin oficer të Shiksh. Në fakt është e rëndë, ishin 4 ngjarje sipas. Ta mirë. Ta për tyre I njoh dhe u habita kur I dëgjova që si ndodhur gjëra të tilla, pasi s'kan qenë njerëz të tillë. Nuk kanë qenë njerëz të tillë. Mos I bëjmë me dëm. Nuk kanë qenë njerëz të tillë, mbas edhe të ardhur një çik në qef me alkoolin, a nuk e di se si me në një festë, më duket shuqe një rast. Se paktën për atë që po më thosh, po diskutonim tani, ka qenë njëri fare serioze, shumë serioze, dhe më erdhi shumë keq kur e dëgjova që ishte bërë një krim, profesor. Po jo, s'ishin punë krime, ta krimet kishin bërë gjurullime me armët e tyre. Ka përdorur armë. Si bëni ju ato dhe ju keni pirë një gotë verë, po se keni bërë ju ato tani? Mbahet mend, në kohën time unë I hoqa armët nga shërbimi. Pse se me këtë motivacion të thjesht, shërbimi nuk hyn në situata të rrezikshme. Policia ka detyrimin që të vejë në vendin e ngjarjes në kushtet në rrethanat edhe të rrezikshme. Të shumë të rrezikshme. Ndërkohë që shërbimi vete po. Tani kanë armët? Tani kanë? Nuk e di. Nuk e di, mu ankuan të tëra atëherë kur I hoqja se ishim mësuar me armë, po I thash jo, unë s'jap detyra kaq të rrezikshme. Unë të kam dhënë një detyrë, atë detyrë s'kam vënë ndonjë afat që duhet vesh atje ku ndodhi. Shkon nesër shërbimi këtë kollaj kanë krahasim me policinë. Vete nesër, vete mas një jave, kërkon, gjen, pyet, bën, nuk ka urgjencë, siç e ka policia. Në këtë kuptim rrezikësh edhe oficeri? Absolutisht jo. Duhet jeti pa zotin nëse vëvet në rrezik. Duhet jeti pa zotin nëse vëvet në rrezik. Shiko, e ke gabim, në qoftë se një punonjës I shërbimit nuk është në gjendje që në fillim të studioj situatën, të di me kë po flet, të orientohet, të tërhiqet sa po shef një reagim jo normale, më thash dhe të vej nesër të kërkoj një situatë tjetër, më thash, kjo është puna e shërbimit. Shërbimi nuk vetëm me si dilnin ata me ato xhupat e zeza, edhe me pistolet që të dukesh qartë nga mbrapa. Jo vetëm të dukesh, unë kam qenë dëshmitar në autobus në feshtatën. Edhe unë kam qenë. Kur e nxori këtu tha aboneja po leki tha, jo tha unë jam I Shikit tha. I Shikit tha. Që nga ky çast ai është demaskuar dhe ai s'është më punonjës I Shikut. Kjo është ideja pra. Tani Shiku përdoret si organ represiv apo përdoret si një organ që punon. Ka një detyrë caktuar në kuadrin e sigurisë kombëtare. Zoti Emir Dobiani, ish avokat I popullit, ka bërë një pyetje për ju. Pse zoti Klosi në parlament, I cili është edhe me ligj, nuk caktohet një nënkomisioner parlamentar për kontrollin ndaj Shishit, që është në kohën time kështu ka qenë. Si ka qenë?
Komisioni i Sigurisë kishte një nën komision. Kush ishte? 2005 në mrapa s'ka Kush ishte, ishte nominuar apo një nga ata s'ka problem? Jo, më ishte e nominuar. Në qoftë se Këshilli rregullore e parlamentit. Po pra. Në qoftë se ka ligji komisioni si nuk ka sepse ndryshoi rregullore e parlamentit 2005. Shiko, ishte një komision i cili kishte nën të komision drejtën nën komision për shërbimin informativ që kishte të drejtën të hynte në çdo skut të shërbimit. 2005 në mrapa s'ka funksionuar. Dhe ishin persona të njohur që kishin marrë dhe një farë akreditimi, domethënë kishin ato certifikatën e sigurisë, më të tash, dhe të zgjedhur natyrisht që të ishin njerëz serioz. Dhe pse? Asnjëri s'mund të siguroj që unë që nga burr më i mirë se deputeti, unë që jam caktuar shefi i shërbimit, që nga më patriot se ai deputeti. Se kështu shtrohet problemi. Prandaj unë jam dakord me atë që parlamenti duhet të jetë mbi të tëra. Në fundi parlamenti është i zgjedhur nga populli, pavarësisht se me këtë ligjin që është sot e ngatruar është çikse. Janë parlamentar listash, nuk janë parlamentar. Por unë jam i nominuar. I pëlqeva kryeministrit në atë kohë, më emroi. Mbas sa vite si pëlqeva, më mogji po ai kryeministri. Kurse deputeti është si të gjë përfaqëson. Çfarë kishte për gjë? Jo, thash për të kthyer, meqense ngeli pak biseda tek përdorimi i armëve në mënyra të tjera për se si shërbimet i përdorin armët e tjerë ka disa procedura dhe mënyra të tjera. Është argument tjetër, po desha të thosha që mos të largohemi nga tema për cilën... Zoti Gashi, ju e besoni që këta politikanë janë përgjuar? Aty doja të dilja. Në nenin 6 të ligjit të shërbimit informativ përcaktohen të gjitha procedurat që ndjek shërbimi për të realizuar veprimtarinë e tij në funksion të sigurisë kombëtare. Dhe këto procedura thot nuk mund të ndërmerren ndaj deputetëve dhe anëtarëve të qeverisë. Zoti Klosi tha çfarë që ata nuk kanë deputetët nuk kanë imunitet. Për shërbimin kanë. Shërbimi çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë që nuk mund të ndiqet një antar i kabinetit pa i marrë miratimin kryeministrit dhe nuk mund të ndiqet një deputet pa i marrë miratimin kryetarit të parlamentit. Po kryetari i opozitës që nuk ishte deputet. Sepse e ka në ligj. Pra e ka ligj kur shfuqizohet ky ligj, atëherë ai mund të bëjë çfarë do doja. Edi Rama nuk ka qenë deputet për periudhën që bëhet fjalë. Si funksionon? Ishte kryetari i opozitës. Me vendim prokurorit? Ai nëse unë po them nëse ai ka qenë i liri deputet. Duhet të ketë një Jo, ka qenë i liri deputet, ka qenë Semir Tahi deputet. Duhet të ketë një vendim tjetër që unë thash që të bëhet një përgjim, duhen të jetë 2 palët dakord. Duhet të jetë drejtori i shërbimit sekret informativ kombëtar dhe prokurori i Republikës. Se prokurori është që e hap atë se ky e ka një qels që e ka hap aty. Pa qelsi kryesor e ka prokurori i Republikës. Që do të thotë na shpjegoj teknikisht. Që do të thotë që qelsin për t'i dhënë okejn që përgjoje filanin e ka prokurori. Aparatura ka dhe prokurori përgjigje. Jo, ka bërthamën. Bërthamën e përgjimit e ka prokurori. Ai e hap atë. Dhe t'jep okejn që përgjojë ose jo. Dhe nëse mund të ndodhë një përgjim, nëse mund të ndodhë një përgjim, janë si dy gjysma të një pjese, që në qoftë se nuk këto dy gjysma nuk bëhen bashk, nuk mund të funksionojë asnjëra. Dhe nuk dalte ajo e asaj. Nëse një aparaturë që ka funksionuar për të bërë përgjime jashtë këtyre parametrave, ka qenë ajo në Ministrinë e Vetëm ajo mund të bëjë. Vetëm ajo. Ajo është. Kam një pyetje hipotetike. Nëse kjo ka ndodhur, që që është shkruar në media, çfarë është për ju kjo? Kjo është shkelje e ligjit është. Sa thjesht e thatë? Jo, është shumë shkelje e ligjit është. Çfarë pasojësh? Pasojat i diaj që e ka bërë. Jo, ai zgjidhje? Jo, e diaj, ai që e ka ndërmarrë këtë veprim e din shumë mirë se cilat janë pasojat. Cilat janë pasojat nëse ka ndodhur realisht? Unë nuk e di çfarë parashikon sepse ligji për përgjimet thjesht ndalon përgjimin e padijshëm, thotë që është i dënueshëm etj, po i vjen që të përcaktohet në kodin penal dhe nuk e di se çfarë dënimi. Si është shpërdorimi detyre? Shpërdorimi detyre? Nuk e di se çfarë dënimi, po problemi është që po të bazohemi thjesht për të kthyer përsëri tek argumenti, siç thash, çështja është që kontrolli që ka mbajtur në mënyrë
hipotetike se nuk e dim që ka kryer mbikëqyrjen. Tre deputetët po them, nuk kemi ndonjë të dhënë nëse bëhet fjalë se shërbimi nuk mund të ketë realizuar përgjime dhe me mjetet tjera izraelite apo ku dëgjon çau përmend tu. Pra, gjasat janë që ajo që ata kanë bërë është që kanë kontrolluar sistemin e lishëm që kryen përgjime. Se atë që mund të jetë diku, siç u tha këtu në përmendet tjera, këta deputetë s'kan akses. Jo, po se kanë as objekt. Prit çik, po për ne që ti marrim gjërat me radhë. Qartë. Dhe prandaj thash që në qoftë se ky shërbimi ka kryer këto përgjime të palishme, nuk i ka kryer vetëm sepse i ka kryer, siç u tha, në bashkëpunim, sepse sistemi është i tillë që prokurori ka dy sinjatura, ka vërtetimin në letër, por ka vërtetimin elektronik që jep aksesin në kuptimin e kësaj e lejimit të përgjimit për secilin nga aplikantët. Meqense këtu flitet për disa numra, kaq përgjime 700, 800 etj. Unë me dyshoj se këtu bëhet fjalë për një përgjim që mund të quhet i natyrës ndoshta gri, sepse mund të themi përgjime të lishme, gri dhe të palishme. Të palishme janë këto cilat unë do t'i quaja që mund të jenë përdorur me pajisje që janë jashtë sistemit, cilët janë të lishme dhe që janë certifikuara për t'u përdorur sipas të ligjit. Gri do të thotë që për shembull që ndodhte në kohën dhe që unë kam punuar për shembull që një subjekt, për shembull i cili në mënyrë të lishme është vendosur në përgjim dhe pranë edhe këtu për shembull mund të deshifrohet ajo shpreha e drejtorit të shërbimit që janë kryer në mënyrë të lishme, është pak ambigue. Dhe ndërkohë që ky personi, i cili është vënë në mënyrë të lishme në përgjim, mund të komunikojë me deputet apo gjatë asaj kohe, dhe këto kanë qenë, domethënë, këto kanë qenë një lloj aseti që unë për shembull ideja është që jashtë që kam punuar vetë tash po të shpjegoj një eksperiencë nga promovuesi i përgjimeve, u isha i detyruar që të kthehesha gati në policus, sepse sistemi ka dobësirat e veta. Dhe punonjësit e shërbimit, siç e tha se Sokoli që ka qenë në palën tjetër, edhe shikoni këtë si një mundësi që ta shfrytëzoni maksimalisht. Unë do të doja në pozicionin që ta minimizoje këtë gjë. Dhe çfarë bënin e përdorin në mënyrë të tillë dhe unë pata shumë përplasje në atë kohë për këtë aspekt, sepse thoshin Rolande për shembull dhe binin 10 numra aty. Ndërkohë që 7 tjerë mund mos ishin të Rolandit me idenë që do peshkonin në një gjë. Dhe unë prandaj dhe kisha vendosur procedura që nëse këto numra nuk përputheshin me atë për cilin ishte marrë vendimi, por këtë gjë e bëja unë, dikush tjetër se ka bërë mbrapa ndoshta, nuk e di. Pra që do të thotë që dhe meqense këtu u fol për numra 700, 200, 300, paktën në përmedia dhe nuk e di nëse janë për biseda, jo për numra. Po, e kuptoj për numra bisedash. Dyshoj që mund të jenë për shembull pikërisht sa herë ky person i vendosur përgjim në mënyrë të lishme ka komunikuar me këta persona. Kështu që autorizim për një numër, po ky numër bizdon me një numër tjetër i cili ai mund të çojë, mund të jetë burim. Po tash kjo quhet e palishme nëse ti ke bërë me qëllim, pra unë e di që Rolandi komunikon nuk flasim me qëllim. Flasim ty rastësisht gjatë përgjimit të konstaton që një X person bizdon me një deputet dhe gjatë bisedës. Po ajo që ndodh, shikoj. Jo si veprohet. Ja ta dëgjojmë. Ka dy. Ja të lutem. Për shembull, ka dy mënyra. Një është që ti mund të biesh në mënyrë të pa vullnetshme, pra ti nuk e di se me kë komunikon personi. Dhe këtu është ajo që tha zoti Klosi, shellës që shiko se ne për këtë punë bëjmë dhe përgjimin për të kuptuar. Këto janë raste emergjence. Po, jo, s'është problem emergjence, po ti nuk e di se me kë. Shumë pak biseda përgjohen online. Regjistrohet me një orar caktuar se janë 20 vetja. Nuk e di, ju e dini se... Jo, nuk është problemi aty. Jo, është dhe këtë problem. Ti e ke regjistruar partije. Ajo është bërë fakt. Jo, teknikisht ato mund të regjistrosh mira, nuk është problemi aty. Mund të regjistrosh dhe ato janë në bazë software dhe është e kollajshme. Nuk është problemi aty. Problemi është që nga momenti që komunikimet mbasi janë kryer dhe janë ruajtur në sistem, do t'i shohësh, do t'i monitorosh kush ka biseduar me këtë etj. Dhe janë informacione të cilat janë të lidhura. Për shembull, këto që fliten tashti në Amerikë, për shembull, në vende të tjera që janë informacione të lidhura me telefonatën, vendodhja, antena, ku dëgjon ato që gjoja flitet për privatësinë, Google-i që janë këto. Njëri është një aspekt që janë dhëna domethënë të sistemit. Dhe kjo email që flitet tash këto. Këto dalin automatikisht aty. Jo, si procedurë ligjore e keni që me të konstatuar që një deputet gjatë bisedës me X person. Po të flas, po tashin nëse ti shikoj që ka inkriminim, ju do të bëni gjithmonë drejtuesi kryesor që ishin. Përpiqem të them është kjo dhe për të gjithë, është që
ka dy situata. E para, kur ti në mënyrë të ndershme ke kërkuar përgjigje për një person i cili është vendosur në përgjigje dhe pastaj ai rezulton që të komunikojë dhe me personat privilegjuar, siç tham, kryeministra apo diçka se çfarë. Dhe në këtë rast i gjendesh në pozicion vështirë, çdo bëj me këto. Problemi është që kur ti e di se ky personi komunikon me persona privilegjuar dhe biles edhe në mënyrë edhe manipulon që të bindesh prokurorin që të marrësh në përgjigje X person pikërisht sepse si intereso ky po të interesojnë ato. Dhe ajo që unë Kjo lidhet me ndërgjegjen e njeriu që drejton. S'është me ndërgjegje, pra ka zona gri të cilat ka dhe respekt ligjit, respektoj fillim që shikoj lëre ligjin që është si zbatohet. Titullarit, prokurorit thotë vazhdo bisedën. Po themi vazhdo përgjimin. Po përpiqem të shpjegoj që ka një aspekt të vëzhgimi, ka një aspekt i cili është procedurial ligjor, ka një aspekt se si njerëzit e përdoren. Ashtu s'do kishim në as korrupsion në Shqipëri, si gjitha ligjet i kanë shkruar. Pra, edhe këtu, për shembull, ngrej një çështje tjetër, përveç thash që ka të bëjë me mbikëqyrjen e rolin e parlamentit, që përmendur që shumë i dobët, po edhe me integritetin e institucional të punojësve të shërbimit, që siç e përmendë zoti Klosi, domethënë punojësit të shërbimit, si gjithë njerëzit që punojnë në Shqipëri janë dhe ata në presionin ashtu. Dhe një nga problemet që unë kam pasur, për shembull, kur përpiqesha që të krijoja disa limite, të paktën unë me bindjen time në atë kohë, ishte sepse pse duhet që të personat që punonin për mua të pranonin versionin tim të gjërave dhe jo të drejtorit shërbimit që për shembull ishte më superior ndaj tyre dhe që fundit detyronte apo mund të ushtronte presion që ata edhe të devijonin nga kjo. Se problemi ishte në vitet e para kur kam filluar, ishte që të krijoheshin disa praktika që njerëzit të dinin si të silleshin, sepse ajo pastaj të bie një mundësi më të mirë dhe kontrolli. Dhe unë atëherë kam promovuar shumë fort, domethënë edhe kam lobuar me zotin Sallaku atëherë dhe me deputetë me kështu që të krijonim një komision mbikëqyrës vetëm për shërbimet dhe kemi dërguar dhe materialet atëherë në parlament e ku dinë se çfarë mund të bëj. Do ju me këtë që po thoni këta sepse ishim të interesuar. Mund të jenë përgjuar sipas ne them që nga detajet e komunikimeve mediatike të deri tashishme, unë them që këtu mund të ketë ndodhur diçka e natyrës gri. Sepse në qoftë se deputetët kanë shkuar dhe kanë mbikëqyrur regjistrat dhe këto dhëna. Dhe unë mendoj nga praktika që ka shumë mundësi që indicjen e parë u ketë dhënë po personi që ka menduar se ka bërë përgjigje dhe më ka thënë shiko, ai pra mund ta ketë nxitur eventualisht këtë kontroll. E shpjegoj Dariani, është praktikisht na sjell në fillimin e të gjithë bisedës, cilat janë garancitë që jo vetëm sistemi, por dhe metoda ofron që në volumin e vetë komunikimit, një deputet që për nga volumin ndoshta realizohen më shumë telefonata dhe për shkak të detyrës dhe për shkak të funksionit të tij, si qytetar i zakonshëm, nuk ndodhet në këtë rrezen e përgjimit që normalisht mund të ketë objektiva, apo si thua subjekt të vetëm, mund të ketë një qytetar i cili mund të ketë probleme, çështje me krime etj. Me radhë, dhe që praktikisht në funksion të mbledhjes së sa më shumë votave etj. Me radhë, del në antenën apo del në ekranin e madh të përgjimit edhe numri i një deputeti apo mandej proceset mund ta sjellë në vetëm kryetar të kuvendit, mund ta bëjë kryetar të qeverisë. Më fal, lati duhet ta bëjmë pyetje drejtë. Besoj që janë përgjuar këta politikanë. Po lekë histori tani se kush po intereson tani u përgjua kryetari i kuvendit apo jo. Këtu nuk është çështja nëse u përgjua apo kjo do të dalë. Unë mendoj që neve po hym gradualisht në thelbin e problemit. Dhe ajo që unë dua të avancoj mendimin e Arianit është që sistemi nuk garanton as vet shefat e mëdhenj të institucioneve qendrore kushtetuese në raport me të pasurit. Pra sistemi nuk e afron dhe ja ku vim në momentin kur neve diskutojmë që ky sistem, ndoshta i prodhuar nga pipame normative nga kuvendi vet, apo jo, i propozuar nga shërbimi ndoshta në një moment caktuar, po gjithsesi është një ligj i cili normon punën e shërbimit, nuk kursen edhe atë që sot mund të jetë në krye. Ka dhe një mendim të dytë, dhe një mendim të dytë për avokatin, sepse 2-3 herë po prisja avokatin ta nxirrte çështjen në këtë zonën gri, sepse ertan do na mbajt domethënë disa orë të tjera po të futemi. Avokat, unë mendoj që ju duhet ishte të shqetësuar se çfarë ndodh me privilegjin tuaj profesional. Pra marrëdhënien e privilegjuar që keni ju me klientin tuaj në një proces penal, ku ta diun që keni marrë përsipër ta mbroni, kur ky i fundit
është në përgjim për arsye të caktuara që mund të lidhen me prokurorin e përgjithshme. Ju duhet të ndjeni i shqetësuar që bini në zonën ngri të përgjimit dhe praktikisht gjithë strategjia e tuaj është ekspozuar tashmë, qofse do të kishim dy kampe ku ta diun atë fush betejën e gjyqit, juve jeni praktikisht pa strategji. Strategjia tuaj është e njohur tashmë. Okej, përpara avokat. Ky do të ishte shqetësimi që do të bëni dy ndjes. Gerdi, unë e kuptoj shumë atë shqetësimin tënd për të drejtat e njeriut dhe bashkoj me të qeshurën e zotit Klosi, por po të thosha që është vazhdim nëse ky raport, ajo që tha Ariani, është i vërtet, mund të jetë edhe te zona gri, ka një prapavi, do të thënë ka një synim. Nëse kalon në komision dhe pastaj në kuvend, mund të vendoset dhe shkarkimi i kryetarit të shish. Ky është aludimi sot. Nëse e ke kuptuar ti argumentin që ngriti Ariani, situata bëhet jo qesharake, po bëhet dramatike. Sepse me rrjetën ku normalisht duhet binin ata të krimit, për shkak të defekteve të metodës, ka rënë kryetari i kuvendit. A më kuptoni çfarë po ju them? Domethënë, dashur pa dashur, teksa ai përgjon X-in, që është aty, ku ta diun, një tip që bën trafik. Po që në momentin e caktuar shef, domethënë të lutem kap të hallë, ja ku ka rënë për shkak të defekteve të metodës dhe që është i defekti pa kapërcyeshëm. Unë kur këm që është i pa kapërcyeshëm. Është i pa kapërcyeshëm. Okej, po avokat. Për rastin që përmendi për folsi, problemi shtrohet këtu. Defekti metodës. Se organi akuzës i përgjimit në thelb. Ja dalëm avokatin, Gerti. Organi akuzët për të vazhduar hetimin e plot dhe të saktë të një personi që ka kryer disa element të veprës penale, ai e shikon të arsyeshme që mund t'i drejtohet gjykatës për të marrë vendim përgjimi. Po mirë, dakord avokat. Po, vim te çështja që po diskutojmë. Po për këtë çështje. Dhe në rast se gjykata merr një vendim dhe të motivuar se kërkesa e organit shkaqyer dhe teksa ai që ndaj të cilit është marrë vendim ka bërë një bisedë legjitime në kohën që përgjohet me kryetarin e kuvendit. A është përgjuar kryetari i kuvendit në këtë proces? Absolutisht jo. Jo, dakord. Nuk është pse. Unë mendoj që është përgjuar. Jo, fali minutë. Direkte. Ai thotë jo. Unë përgjoj numrin. Unë dik numrin. Jo atë se me këflet ky personi i numrit. Unë fali minutë. Më falni, s'po kuptojmë atë. Ja të them unë të kuptojmë. Unë përgjoj numrin dhe numri jot ka lidhje telefonike me X numra, 5 numra. Dhe shoh që nga përgjimi nuk ka as interes të lishëm për hetimin që bëj unë. Atëherë nuk më intereson. Në rast se unë konstatoj si... Po ja që kryetarit kuvendit i interesove pra. Në qoftë se do marrim dhe do kreditojmë ato që thuhet nga një gazetari minjor, po që është dhe afër kryetarit kuvendit. Ja që intereson zoti avokat. Në rast se unë shoh që kryetari i kuvendit popullor, kryetari i kuvendit popullor, s'është popullor, kryetari i kuvendit. Kuvendit Republikës së Kuvendit, në rast se kryetari i kuvendit ka një bisedë që unë shikoj që ka element të inkriminuar, unë ndërpres përgjimin dhe i drejtohem prokurorit përgjithshëm. Po juve? Po ata? Pra ligji. I drejtohet me kërkesë të prokurorit përgjithshëm. E nëse prova nëse prova që ju po prisni 10 muaj teksa përgjoni, del në atë bisedë, çfarë bëni juve? E shikon pra që sistemi dhe metoda ka defekte. S'ka sistem tjetër. Po folën pra të zonë në erët asaj mbajtës me gjurmë që shkonte deri tek... Zoti Limaj, pyetja ime. A ka kjo një pravavi dhe një synim që nesër në kuvend mund kërkohet shkarkimi i kryetarit Shish? Si e shikoni, si fabull, ajo puna gri si uji ngrot, uji ftohtë. Varet nga dokumentat origjinale që ka sjellur grupi i hetimit të kuvendit. Kontrollit. Në qoftë se atje janë gjetur dokumentat të cilën janë bërë veprimtari përgjimi të kundërlishme, palin e prokurorit detyrimisht do kërkohet. Por në lidhje me bisedën që thotë zoti Gerti, unë e quaj tepër normale, për shembull, janë vënë në përgjim. Dhe me telefonin tim do komunikojnë disa njerëz. Automatikisht biseda aty do të merret. Dhe kjo është si një ndjekje indirekte jo direkt, direkt ja të unë. A është indirekti. Dhe s'është faj, nuk është përgjegjësi për shikun. Kjo është lidhje e tillë. Në kjo se më mbrapa ka marrë përgjigje të vazhdueshëm atë person, atëherë do të shkojë problemi. Qartë. Për ju zoti Klosi, nëse kjo do kaloj në komision, si përshikoni? Është një qëllim... Kush nëse kjo?
ky raporti, se nuk e dim. Nëse dim fare që nuk e dim. Nëse kemi pa raportin në burg. Raporti është sekret, nuk e shikon njëri. Që është sekret? Dy deputetët sot deklaruan, të vazhdojmë, që ne raportin tonë e kemi dorëzuar në Komisionin e Sigurisë, nga të cilat ka shkuar të dy titullarët, dhe ne nuk mund të shprehim më tej në lidhje me që po diskutohet. Pra dhe ata japin, me këtë dhënë në gjykuar me shifare, që në raport ka probleme. Ka në dorëzuar raporti. Në çfarë mase janë, dhe për çfarë qëllimi do përdorësh diçka tjetër ajo? Jo, pyetja ime ishte, a është e gjitha kjo për atë synimi final për të shkarkuar kryetarin? Jo, s'kam dot absolutisht asgjë. Ti asgjë vëlla. Po më pyet një gjë që a kanë deputetët qëllim të heqin? Sepse tani ka një betejë midis majorancës dhe kryetarit të Shikut. Po ja. Ka një betejë. Hipotezë e pra avancuar. Shumë e avancuar pra këtë po e them unë. Unë të shoh raportin dhe pastaj unë nxjerr opinionin tim që duhet hequr apo jo, le të bëjnë se duan deputetët. Nëse raporti më bind që vërtet aty është shkelur ligji, aty se problemi nuk është kyre. Që janë përgjuar me leje, janë përgjuar pa leje. Problemi ti, nëse keni parasysh shifrat i kanë dalë, është 700 herë. Nuk bëhet 700 duke dëgjuar një tjetër dhe të dëgjosh këtë. Ndodh. Po jo, ndodh kyçelsi. Megjithatë edhe sikur një herë të ndodhi, zoti Klosi. Ndodh sepse kultura e përdorimit të telefonit është e tillë që bëhet fjalë për mira telefonata. Të lutem, nuk janë pa kulturë ata njerëz. Jo kultura kuptimin, jo e mungesë kulturës. Sigur e kanë marrë telefonin dorë, ata e dinë se ju shtën, i kam thënë unë personalisht. Ore mos u merrni me telefonat. E dinë ata, nuk janë. Jo. Mos të prandaj se është histori që nga koha ime. Dhe këtu bëhet fjalë për përdorimin e celularit dhe përdoren shumë me para dhe dyta i përdoren dhe çështja është që periudha në përgjithësi mund të qenë me muaj të tërë, pra nuk thuhet 700 telefonata në një ditë apo në 6 muaj. Numri telefonata. Ka fatet e veta. Okej, publicitet, rikthehemi pjesën e fundit të emisionit. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit për të bërë konkluzione për gjithë atë që biseduam për përgjimet. Profesor, po nisim nga ju. Sa të them unë thash që në fillim opinionin tim për këtë problem. Nëse do kemi të dhëna më sakta, se përse vërtet janë të pakënaqur deputetët në atë kontroll që kanë bërë, atëherë vërtet mund të themi diçka më shumë. Të themi që sot është bërë, s'është bërë, kur ai teti dele thotë orë, thotë, kam bërë pavarësisht e thash edhe një herë. Mua më duket fjalia e sajuar evazive? Jo fort e mirë. Ja do, thash. Unë nuk përtoj të presit ca kohë dhe pastaj të them po. Po kaq sa keni mundur të vjedhni ju, se praktikisht këto janë gjysmë të vjedhura. Që kanë dalë copa nga raporti. Jo, ajo që tha Gerdi që tani njëri ai që ka shkruar, Di pra gjë Kryetar Kuvendit. Po. Si? Është këshilltari kryetari i Kuvendit. Personi që ka shkruar shkrimin, tha Gerdi dhe zoti Limaj, është këshilltari i kryetarit të Kuvendit. Po më Lorenci. Jo, mundet s'ka lidhje kjo me detyrën. Lorenci gazetar, ka qenë gjithë jetën edhe si gazetar ka shkruar. Gazetar dhe analist. Po. Zoti Dyrmishi, konkluzioni juaj për gjithë çfarë nuk më bën përshtypje që është Lorenci. Po, në fakt ne nuk e cenzurojmë në konkluzion, më tepër se sa hamendsuam mbi edhe duke patur parasysh këtë lloj procedure dhe mënyrën se si kryhet në Shqipëri për të, si thua, për të projektuar si negativat, kush mund të jenë skenarët e mundshme dhe se si mund të jetë kryer kjo, është që pisat një leta, pra që përgjimi mund, në rjetën e përgjimit mund të kenë rënë dhe persona cilët konsiderohen me imunitet, apo po dhe kjo ngelet për arsye, si që tha, se ligji i shërbimit e mban akoma atë që ka kufizime nga ana tjetër, një ligj tjetër, pra në gjykatë nuk e di se si mund të interpretojë nga pikpamja ligjore kush ka precedencë në këtë rast ligji më vonë apo ligji më hershëm, por nga pikpamja legalistike nuk mund të themi, por nga pikpamja teknike thash që gjasat që aty mund të jenë që persona
të jenë përgjuar duke përdorur sistemin, dhe unë këtë e quaj të më problematike, sepse kjo është në mënyrë të vetëdijshme dhe me qëllim duke abuzuar dhe është domethënë shkelje e kompetencave ligjore. Sigurisht që është e rëndë, nuk mund të thuhet që është diçka e lehtë, dhe se çfarë asojë mund të ketë për ata që e kanë realizuar, dhe unë thash, ajo që unë bura tekstin dhe që më duket se i mungon këtij debati, është që në këtë rast nuk mund të ndash prokurorin e përgjithshme që miraton përgjimin nga shërbimi, sepse shërbimi dhe prokuroria i kryejnë së bashku këtë procedura. Pra, nëse është realizuar një përgjim i tillë, është bërë me dakordsinë e të dy palëve. Sepse kontrolli nuk ka qenë prokurori. Po, sepse prokuroria miraton. Ka çelësin prokurori. Kuptova, po. Çelësin e sistemit e ka prokurori. Dhe nëse do bëhet fjalë për fajtor, bëhet fjalë për më shumë se një fajtor, praktikisht. Më shumë se një. Dhe atëherë nëse thash. Jo, e lidhim me prokurorin më shumë se një. Nuk kuptimi sepse se bëhet fjalë për më shumë se një. Pastaj, në qoftë se thash, e shpjegova ke skenarët mund të jetë bërë me qëllim apo pa qëllim, siç ndodhte dhe ka ndodhur dhe në kohën që unë thash kam referuar, çështja ishte që në mënyrë qëllimshme institucionet përpiqeshin të, siç e kanë Shqipëri, të bëjnë shkurt. Dhe vendosin lista të tëra numrash aty telefonash, me idenë që ashtu dhe mundet që në mirë besim shërbimit ja ketë çu prokurorit dhe prokurori ka dhe po mirë. Dhe në këtë rast, pastaj deri diku pesha e përgjegjësive përsëri thash anon. Po të gjitha këto detaje si që është tek duhet të jenë subjekte një dëgjimi, për shembull kuventi jo nuk ka organizuar seansa dëgjimore të mbledhë këta persona, dhe ti siç organizon ju dhe ti thoj, dhe përpiqet mbaj shënime dhe pastaj mbi tot shkoj bëj verifikimet të mëtejshme. Sa vjet punuat dhe drejtuat ju atje në? Rreth 2 vjet e gjys. 2 vjet e gjys ke përgjuar dynjan. Vetë shkon ndërmend se mund të kenë përgjuar ty? Shiko, përgjimi është diçka që kam përshtypjen që ka konotacione ndryshme për njerëz të ndryshëm. Për shembull, unë nuk kam ndonjë, domethënë, sepse çfarë është përgjimi? Përgjimi është një gjurë. Baza mbi të cilën shërbimet sekrete janë ndërtuar, si koncept, pavarësisht para formimit të shteteve dhe pastaj mbas formimit të shteteve, është gjithmonë për gjëra të caktuara ka gjurmë, le të ndjekim gjurmët. Teknologjia pastaj ka sjell përmirësime të veta. Përpara përgjimit bëshin shumë me vesh nga muri, kupton, tash me tuba, ishin lloj forma, ato gjermanë lindore që kishin bërë lloj shpikesh për shkak, apo sovjetikën kohën e luftës së totë. Tash që është teknologjia elektronike është akoma dhe më lehtë. Pra, ideja e përgjimit si procesin vetvete është kur ato kryen nga institucione, nga njerëz caktuar, cilët kanë fuqi dhe i përdorin këto, ajo është problematike. Dhe pastaj këtu hyn tek kjo që tha zotëri Qore, nëse s'ke nuk je në atë zonë, që po jam i sigurt që nesër po qes edhe ky do jetë në një zonë ku mund të ketë probleme, për shembull natyrës, nëse do ishte në një biznes ku marrëveshjet që po bën për çmime për gjëra nuk do t'i marrë tjetër, sepse tregtia kështu funksionon, sigurisht do ishte i shqetësuar. Pra, ka probleme kjo çështje dhe prandaj dhe duhet do them një diçka që ndahet këtu kur flitet ajo që përmendi zoti Shella që përgjohet Amerika kthej apo atje. Përgjimet sensitive janë në raportin e të drejtave kur kryen brenda vendit. Pse? Sepse vendi që kryen përgjimet ka dhe kompetenca që t'i përdori kundra individëve. Kurse në marrëdhënien midis shteteve, këto mund të cënojnë marrëdhënie ndërshtetërore, por nuk mundet që nëse përgjon një individ në Shqipëri, një shtet tjetër, çfarë do t'i bëjë atij individi? Prandaj duhet t'i ndajmë të dyja këto. Profesor, kaq i rregullt, kaq i besueshëm, kaq i ndërgjegjshëm ishte Ariani që ju vendos atje? Pse jo, se kam vendosur unë, kam pasur tjetër detyrë, ti e di. Se ai po flet për 2005, unë 2002 kam ikë në shërbim. Së shumë e vëndë. Përndaj thash unë, dhe të flasin të qunat e ri që... Po. E njojnë të sistemin e ri. Konkluzioni juaj, zoti Imaj. Konkluzioni i njeriut lezushëm është që ne kemi probleme me funksionimin e shtetit ligjor. Dhe kjo shpreh çdo element të tij. Po të funksionoj shteti ligjor me gjithë elementet sa siç duhet, ne këto bisedë tani ndoshta do të kemi fare pse t'i bënim. Institucionet e pavarura në Shqipëri nuk janë akoma të pavarura. Quhen të pavarura në fjalë, po të pavarura janë. Kështu që fatkeqësisht
kryetarët e institucioneve pavarur ose drejtorët zyrtare shpesh përdoren për qëllime dhe interesa partijake të partive që kanë emëruar. Kështu në të kuadrit e gabimit të tillë mund të ketë tani dhe të kaluarën, që janë përdorur. Por për rastin konkret, unë mendoj se ky person që drejton në SHIU ka qenë edhe para në shërbimin informativ shtetëror. Ka qenë drejtoria dhe nuk ma merr mendja që të bëj me iniciativën e tij një veprim, më thënë zyrtar, me mbijetët zyrtare, me përgjigje direkt, jo indirekt, si mund të them fare të titullarëve të tillë. Ama indirekt, duke patur nga telefonat e tjera, mund të ndodhi. Kjo ndoshta s'përbëhet shkrim ligjore, kur i problemi trajtohet ligjërisht. Por pasionet e partive që jeni pushtet për të hequr të gjithë titullarët që kanë qenë me partitë e kaluara, e ka bërë edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, dhe gjithë shkrat pushtet në Shqipëri. Kështu i Shqipëri domethënë mos duket çuditëneve, që duhet gjetur një shkak edhe merr edhe masa tjetër për ta hequr për të eliminuar vënjësit e tyre. Po sa duket habi. Por megjithatë, neve çelësin kryesor të defektit e kemi pikërisht ai kuvend. Se shikoj çfarë ligji kanë bërë. Prap, kanë përjashtuar vetëve tyre dhe mbani imunitet nga përgjimet. Ne të keqen nga pozicione kemi. Pikërisht se nuk funksiononet, më thonë, shtyllat kryesore të shtetit na vjen këto. Po ai shtyhet që imunitetin. Përse asnjë deputet në vendet e perëndimit nuk e ka këtë. Nuk e ka këtë privacion. Ja, për para dëgjojmë. Shikon zoti drejtues e emisionit. Neve të keqen na bien ligjvënësit vetë me qeveritarët. Bëjnë ligje për interesat e tyre dhe për të shpëtuar kontrollin e shtetit ka vetes tyre. Këto janë ligje që na sjellin në gjendjen e vet. Këto janë ligje që sjellin në gjendjen. Qartë. Zoti avokat, konkluzioni juaj? Unë mendoj kështu, në rast se Komisioni i Sigurisë ka çuar ekipin e tij në Shish dhe nga raporti që i ka dorëzuar Komisioni del që Shishi ka vepruar në kundërshtim me ligjin në përgjimet e kryetarit të kuvendit, kryeministrit dhe ministrit dhe të kryetarit të opozitës, detyrimisht këtu ka penalitete që do përgjigjen para ligjit për shpërdorim detyre dhe atëherë mund të arrihet në shkarkim. Por unë di që fillimisht kjo problemi Shishit është ngritur nga vetë qeveria, sepse informacionet nuk i vinin kryeministrit, po i shkonin ish kryeministrit. Dhe kjo u bë indicje që vazhdon Shishi tjetër. Janë tre synime dhe tre elementë që shkruan kontroll. Domethënë, nga kryerja e këtij komisioni, në rast se do dali që Shishi ka vepruar jashtë kuadrit ligjor, atëherë detyrimisht ne kemi kështu. Qartë. Në vim të avokatit të thoja dhunë, nëse kjo është e vërtet dhe kjo ka ndodhur, unë e vë në dilemë, informacionet ku i çon kryetari i Shikut. Kjo është pyetje $1 milion, zoti Gashi. Kjo është pyetje. Kjo është pyetje $1 milion, sa japim do. Pra, nëse përgjohen ta persona, po ta di që është kështu, ta japun. Atë informacionet që përdor shërbimi, kujt i shkojnë? Kush është përdoruar si fondori atyre informacioneve? Mi, kjo është pyetje. Jo, po. Jemi përgjigje ku? Nëse është e vërtet janë bërë këto përgjime? Po. Berisha valla. Ka problem fare. Po ne po them. Shiko, unë duke e njohur atë njeri, tani po flas jashtë këtij, duke e njohur atë sa i dashuruar është mas informacionit. Dhe politika e tij këtu është mbështetur, me kicmice të vogla, ky kështu, ky ashtu, është normale. E ka vënë ai këtë njeri, e ka pasur duke qenë kryeministër ca kohë në varësi. Dhe ky është një njeri që unë kam gjetur në shërbim. Nga kjo nisem, unë dua ta ruaj sa të dali rezultatit dhe më duket që... Por, po të nisem nga parimet përgjithshme dhe nga njohjet që kam, unë do thosha, po më nuk çuditëm fare. Po s'dua ta bëj këtë gjë, se do duket sikur është politike, sikur unë mbaj një anë ose një anë tjetër, prandaj po them. Por që nuk do çuditesha nëse do ishte kështu. Të paktën kështu po e formuloj. Nuk do çuditesha fare. Nëse do ishte kështu. I tillë është shefi i tij dhe ky si ka rezistuar një lloj si shefi dikurshëm. Gerti, për ta mbyllur fare, po jo vetëm për të drejtat e njeriut, se na kputet shpirti me ato drejtat e njeriut. Landi, unë nuk të njoh për djalë që të kputet shpirti dhe unë të njoh për djalë që ka simpati për njerëz të caktuar, po jo nga ata që kanë debulesa për çështjet e drejtave të njeriut, aq më tepër. Megjithatë, unë do të ftoja të ishe i shqetësuar që teksa flet me një burim, duke njohur skrupulozitetin tënd gazetaresk,
ti mund të biesh në atë zonën ngri që tha Arjani, dhe që ja ku normalisht ty të kompromentohet një pjesë e misionit që e dashonaj shumë. Avokati duhet të jetë i vetëdijshëm që në kushtet aktuale që neve sapo filluam të ekspozojmë sot, ndoshta në një moment të dytë mund të flasim më makro në raport me çështjen e përgjimit. Duhet të ndihesh i shqetësuar që teksa klienti i marr përsipër të mbrohet prej tij, i vendosur në përgjim akoma ekspozon që në privat. Pse zoti Klosi thot, më pas dua ta di fare thot. E shikojnë që nganjëherë ti mund të jesh dhe mizor dhe jo thjesht njëri. Jo, zoti Klosi thot. Jo, çfarë thashun dole? Se kam problem fare, le të më përgjoj. Po. Absolutisht, se kam pasur kur problem të se kam. Ti mund të bësh të duash për të bërë diversion të asaj që përbën normativa apo vita asaj që unë dua të ecë me logjikën time. Po të kesh kortezin më lejosh ta mbaroj, unë do isha shumë. Patjetër. Po më lër pra, domethënë, kush janë çështjet që normalisht besoj që edhe këtu në bashkëbisedim u ekspozuan, janë disa defekte të rëndësishme të metodës që atakojnë thelbësisht çështjet e drejtave dhe lirive të njerëzit sanksionuara në kushtetut. Një çështje tjetër që unë mendoj se sot doli për herë të parë, domethënë njoh origjinalitetin e saj dhe që e them konkretisht, është që ligjvënësi ka heqë imunitetin, po? Ka heqë imunitetin, po ka haruar të armonizojë legjislacionin relevant me atë që përbën dhe ekspozim edhe të atij vet ndaj, po themi, çështjeve që lidhen me shërbimin. Pa diskutim që nesër ky problem mund të advokohet në mënyrë që ligjvënësi të mos vazhdojë të mbetet i privilegjuar në raport me shërbimin. E treta, që mua më intereson në mënyrë të posaçme. Me përgjimin. Gjithmonë me përgjimin, nuk do më rakosësh ai shumë sa Juve për fatin e kryetarit të kuvendit, për fatin e kryeministrit apo të ministrit të rendit, edhe pse e kreditoj këtë të fundit absolutisht në ato që tha, nuk kam asnjë arsye ta dyshoj. Unë do preokupohesha dhe ju ftoj dhe Juve si advokus i fuqishëm i interesit publik. Çfarë ndodh me ata qindra të tjerë që nuk kanë në dispozicion mjetet dhe instrumentat të fuqishëm edhe për të shkarkuar shefin e shërbimit, teksa ky i fundit, pra përgjimi shkon në dhomat të tyre të gjumit, në kuzhinë, teksa ata bëjnë një marrëveshje biznesi dhe teksa normalisht ata mendojnë se janë të garantuar akoma nga mendoj që duhet ta themi dhe ju ftoj Juve ta thoni në një emision tjetër apo ta diskutojmë atë që unë mendoj sot që privatësia në kuptimin se si ligjvënësi e ka pasur intencion kur ka bërë këtë kushtetut, sot ndodhet në mos të gjendje klinike, në një optimizëm të thotë që është gjendje klinike. Për mua është vdekur, duhet marrim masa individualisht, që nëse na intereson të mos përgjohemi, të gjejmë sistemet, dhe sigurisht nëse neve duam që ata të jenë të përgjuar dhe të survejuar, se jo, je shumë dakord me Juve. Edhe të fundit them, meqense unë advokoj transparencën në landet e tjera di shumë mirë, arsyeja që më thret, besoj që po të lë tani, po të lë. Me që më ndushavë bëj. Jo, më bën përshtypje, dhe dua ta agresi shqetësimin. Një fjalë fundit do them unë. Ta mbaroj vetëm një sekondë. Ha pra mbaroj pra të shkretën, ha. Që pikërisht tek sa e hodhëm targetin ke qytetarët e thjesht, në vite me radhë ne gazetarët, por më pas dhe shoqëria civile, besoj kemi këtu ide të përbashkëta mbi këtë çështje, kemi advokuar se si ne të kemi më shumë instrumenta për të kuptuar motivet dhe informacionet që ata kanë kur marrin vendime. Çfarë po ndodh? U përmbys koncepti i transparencës, sepse me sa duket armiku është gjithë secili sot. Ata duan gjithmonë më shumë instrumenta për të na përgjuar ne të gjithëve. Po, zoti Gashi. Në qoftë se çdo shtetas i këtij vendi, pra i Republikës, e kryen veprimtarinë e vet në përputhje me legjislacionin e këtij vendi, të mos ketë frikë as nga prokuroria, as nga gjykata. Sa juve një gjë që po dhe për ta nga policia. Për ta mbyllur fat, të njëjtën gjë, përgjimet hyn në atë kategori që populli e quan. Çdo të mirë ka një të keqe, çdo e keqe ka një të mirë. Do të thënë, përgjimet kanë vlerën e tyre, jo vetëm kuadrin e sigurisë kombëtare që është llaf shumë i madh, mbase të gjithë njerëzit se kuptojnë, po vlerën në aktivitetin e përditshëm të organeve që ruajnë qetësinë, sigurinë në këtë vend, pasurinë në këtë vend dhe sigurisht do sakrifikohet diku në atë që ke parasysh ti. Okej, mbaroj në fund të emisionit. Na ftoj një ditë flasim. Po do të ftoj, po mbaruar emisionin. Kush i mban shenjat donat gishtave, kush i mban serverat? Ju falenderoj për vizitin. Nuk do vija për të folur. Faleminderit profesor, faleminderit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nesër në orën 13:00 transmetim nga Ora Lançafoku, natë mirë.